Përshëndetje nga unë Muhamet Bizhga, kjo është për nisim këtë eveniment, këtë panajir virtual, kjo është edicioni 2, dhe si fillim do doja të bëja një prezantim të platformës Panajirit Online, dhe pastaj secili pjesëmarrës të ketë atë kohën e vet ku të mund të bëj prezantimin edhe ato kërkesat që mund të ketë në lidhje me bashkëpunimet që mund të kemi me njëri tjetrin, sepse qëllimi i këtij panajiri virtual është që ne të krijojmë connection me njëri tjetrin, kontakt me njëri tjetrin, se do të flasim shqip, dhe të krijojmë bashkëpunime, përveç se gjatë këtij eventit, por edhe tek grupet tona në WhatsApp, domethënë që janë 3 grupet në WhatsApp. Atëre, pa humbur kohën, po bëj një prezantim shkurt të platformës. Panajiri Online është një platformë për bizneset, e cila në mënyrën e vet bën listimin e bizneseve nëpërmjet një profili në platformë. Këto janë disa nga bizneset që janë pjesë e platformës, të ndara në kategori të ndryshme, ku secili biznes ka edhe profilin e vet. Kemi 2 lloj profilesh tek platforma. Një profil është nëpërmjet linkut të Panajirit Online, pra çdo gjë listohet dhe del nëpërmjet linkut të Panajirit Online, për shembull siç është Naga Solar, po themi, ku në anën e majt janë të gjitha modulet që vlen për prezantimin e këtij biznesit. Ndërsa një model tjetër është me domain, ku biznesi profilin e ka të lidhur edhe me domenin e vet. Këtë domenin me site pikal ne e prodhojmë vet. Diferenca ndërmjet këtyre të dyve është thjesht aktivizimi i domenit, sepse gjithçka që ky biznes ka është njësoj si një profil tek Panajiri Online. Se po ta shikoni, pamja është e njëjtë. Pra, nëse e shikoni këtu, ka të njëjtën pamje. Po vemi tek ofertat e biznesit, më saktë. Ja. Si këtu edhe këtu, është e njëjta gjë. Një gjë tjetër që bën Panajirit Online është listimi i ofertave ose i reklamave nga të gjitha këto bizneset. Biznesi më i ri që na është bashkuar është Kasapi Gourmet, i cili ka këto gjërat e bukura, të mira, të shijshme besoj. Nuk e di a është prezent apo jo. Zonja që do ta prezantonte, Stella. Pra, ideja është që Panajiri Online bën listim biznesesh dhe listim ofertash nga bizneset. Qëllimi është që në afat gjatë këto oferta ose këto reklama të listohen në oferta ditore, që mund të ketë oferta të ndryshme ditore, mund të jenë oferta javore, dhe mund të jenë dhe oferta për shembull speciale ose B2B që janë vetëm për bizneset. Pra po ta shikoni tek secila nga këto kategori ka reklama të ndryshme, por të gjitha këto shfaqen tek të gjitha ofertat. Dhe nëse dikush do një shërbim ose një produkt, thjesht shkruan këtu emrin e asaj çfarë kërkon, supozojmë ku diun karotrec, dhe jam i sigurt që do dalin karotrec të ndryshëm. Në rastet kur nuk ka një shërbim ose një produkt që për fjalën që ka kërkuar, aty thotë s'ka. Gjithashtu, në të ardhmen do të aktivizojmë dhe eventet dhe njoftimet, po për momentin është duke u punuar. Këto janë të vjetrat, por të reja do të jenë në një variant ndryshe. Por është duke u punuar në këtë aspekt, besoj deri nga 18 maj do të jenë gati, sepse në 18 maj kemi edhe një aktivitet që duhet me patjetër të jemi gati. Nuk e di nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me Panajirin Online, ndonjë nga pjesëmarrësit që ndoshta nuk është bërë akoma pjesë e Panajirit Online. Është një iPhone këtu, ju lutem rregullojeni emrin. Shkruani emrin e biznesit tek rename. Mohamed, kisha pyetje për këtë eventi që do bëhet me datë 16? Po, kjo është për kompanitë e marketingut, fotografët, dizajnerat, sepse nga 18 maj mendojmë që Panajiri Online
do të jetë një platformë ku do të jenë kompanitë e marketingut ato të cilat do të bëjnë hedhjen e informacioneve në platformë për bizneset, por edhe gjetjen e bizneseve për t'i bërë pjesë të platformës. Pra, ne si platformë nuk do të ofrojmë më këtë shërbimin që po bëjmë tani, që përveç se i informojmë bizneset se si të bëjnë pjesë e platformës, u bëjmë dhe hedhjen dhe përgatitjen e informacioneve për t'i hedhur në platformë. Ndërkohë që nga 18 maje në vazhdim do të jenë kompanitë e marketingut ato të cilat do të merren me këtë pjesë. Kjo do jetë online apo do jetë në një vend? Do të jetë fizikisht, por do të kemi dhe akses online, domethënë. Por që fizikisht do të jetë shumë më mirë. Me frikshme. Po, shumë herë më mirë, domethënë, nëse dikush do dojë të marrë pjesë, sepse do të jenë kompani nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia, edhe nga Malezi, nëse Interesante. do kemi akses. Këtë kisha. Faleminderit. Janë dy që kanë me iPhone emrin këtu, ju lutem bëni rinej me emrin që të dim se kush jeni. Edhe Valteri pas ka hyrë. Shumë mirë Valteri. Atëhere, pa humbur kohë, do doja t'ja kaloja fjalën Majlindës, që është edhe një nga sponsorat tanë. Atëhere, një sekundë. Majlinda? Faleminderit. Koha është për ty, mund të na bësh një prezantim tëndin. Është më mirë të flasësh ti se sa të vëm videon, si thua? Jo, më mirë po e prezantoj vetë. Okej, super. Vërtet unë kam bërë një takimin që kaloi, por po i bie shkurt, se nuk dua t'i marr kohë të tjerëve. Unë quhem Majlinda Sarançi, e profesion avokate, e profilizuar në pjesën e pronësisë industriale dhe intelektuale, pra marka patenta, dizenju industriale. Më vjen shumë mirë që shikoj një gamë të gjerë biznesesh që na ke krijuar në WhatsApp, dhe do doja t'i bëja një pyetje, sa nga këto biznese janë të informuar për sa i përket pronësisë industriale, sa e kanë regjistruar markën e tyre, sa biznese ja kanë ndjerë si thua rëndësinë e regjistrimit të markës, si e shikojnë markën ata në vetvete, e shikojnë vetëm thjesht e regjistruan apo e shikojnë si mjet fitimprurës, sepse marka është fitimprurëse. Këtë duhet të kenë parasysh, dhe ky është një shërbim që intereson të gjithë kategorive të bizneseve, qofshin ata në fushën shërbimi, prodhimi, tregtimi. Me që Rafi nga qershori besoj se do ta regjistrojmë dhe në Kosovë dhe në Maqedoni panerin online. Po doja ta bëja ndërhyrjen, tani paneri online, po jepet franchise, ke krijuar B2B, atëherë nga 18 maj, domethënë mendoj që ta jap tip franchise, domethënë. Në mënyrë që edhe ti me fjalën panerin online, me markën tënde, vërtet do krijosh rrjetin tënd, po do krijosh edhe të ardhurat. Po sigurisht. Do e shikosh edhe si mjet fitimi, por edhe si mjet promovimi, zgjerimi etj. etj. Pra, pronësia industriale është një shërbim, të cilët bizneset duhet ta shikojnë hap pas hapi, jo vetëm si markë ushtrojnë veprimtarin, po edhe jashtë saj, në shtete të tjera, sepse kështu krijohet edhe në fakt. Unë tani hyra me pak vonesë vetëm për faktin e një marke kineze, për cilën kompania kineze ishte shumë e irrituar që ishte vjedhur dhe kopjuar në Shqipëri, por edhe regjistruar në Shqipëri. Kemi patur një diskutim goxha të gjatë me CEO në kompanisë kineze, të cilët ishin mjaft të shqetësuar që bashkëpunëtori i tyre, për cilën ata kishin punuar prej 5 vitesh, shkëputet, regjistron markën në Shqipëri dhe sot ai i bllokon në Shqipëri dhe nuk i lejon që marka kineze të futet, të tregtohet dhe të aplikohet në Shqipëri. Pra, ata duke pushtuar gjithë botën, ngecën ke Shqipëria, shqiptari tregohet me i zgjuar,
Dhe tani ata kanë ngecur dhe thonë çfarë duhet të bëjmë ne, një markë e cila datonte që në vitin 1902. Pra, okay, kemi ligjin me cilën e do punojmë tani fort, që t'ja heqim të drejtën e markës, por du të them që marka të rast pas rasti bllokohet dhe nuk ke mundësi më të vazhdosh punën tënde. Tani nuk po zgjate më, kush ka interes të pyetur, le të më shkruaj në WhatsApp të tonë. Dhe unë dëshirë do t'i mbështes. Do t'ju jap gjithë informacion. Të falenderoj për informacionet që ndave edhe shumë suksese. Gjithashtu. Okej, atëherë do të kaloja tek sponsori i dytë i këtij eventi që është Jute dhe në këtë event kemi Florian Vatoci, i cili e përfaqëson. Kështu që Florian, është momenti jot. Nuk e di sa kohë kam në dispozicion. Po, 3-4 minuta do me thënë sponsori nuk ta presin fjalën, jo. Redi kolegu nga marketingu më tha 5 kohë, ne nga Tropoja duam shumë të flasë. Ja, mundo t'jesh pak i koncentruar. Bëj shaka. Përshëndetje gjithë njerë, është hera parë që marr pjesë në një panel virtual, edhe po ndihem shumë mirë të drejtën. Dëgjova intron dhe nga ju i nderuar dhe nga zonja Majlinda, edhe gjithçka shfrytëzuese, edhe patjetër që pas këtij panajeri do kem edhe unë ato pyetjet e mia, pse jo di akoma më detaj në lidhje me ato çka prezantoi parafolësia. Unë quhem Florian Vatoci, jam nga Tropoja, 33 vjeç, kam një eksperiencë pune për rreth 20 vjetësh, kam punuar qysh atëherë kur nuk lejohet punosh në fakt, e dashuroj punën. Studimet i kam kryer të mesme tek shkolla Anton Çajubi, të lartat i kam kryer tek Fakulteti i Gjuhëve të Huaja, bachelorin për komunikim, bachelorin për gjuhë, letërsi dhe qytetërim turk, ndërsa masterin për komunikim turizëm ndërkulturor tek njëjtë universitet. Kam 3 vite që jam pjesë e Jutës, fillimisht kam qenë menaxher në marrëdhënie me partner tek sektori elektroshpjak në qytetin e Tiranës, më pas u promovova si menaxher analizon zëverill dhe për 2 muaj jam team leader i komplet sektorit auto dhe i gjithë zonës së Veriut. Ne si kompani Jute kemi prej vitesh jemi në tregun shqiptar, duhet theksuar që nuk jemi të parët i kësaj natyre industrie, por jemi futur në treg, por jemi të parët për nga fama dhe për nga shërbimet në këtë aktualitet cilin po flasim në vitin 2025. Pra jemi kompania numër 1 fintech dhe bashkëpunojmë me një gamë të gjerë partnerësh që janë rreth 2600 pika shitjesh, ku vlen për të përmendur biznese si Spitali Amerikan, Poin, Neptun, Lewis Medical Center e tjerë, ku në këtë lloj bashkëpunimi me partner, klienti shkon për të marrë një shërbim tek këto partnerë që përmenda, në rast se nuk ka para, direkt financimi bëhet nëpërmjet Jutës, duke bërë aplikimin pikërisht në këto institucione që unë përmenda. Pikërisht nga ky bashkëpunim me këto 2600 pika shitjesh, ne arrim të realizojmë rreth 6000 kredi në muaj, që është një vlerë rekord që asnjë institucion tjetër nuk arrin të realizojë. Në fakt, ne duke parë këto numra marramëndse në lidhje me bashkëpunimin me këta partner, ka një arsye. Në fakt, dua të them që ka shumë arsye. E para punës, një institucion që bashkëpunon me neve arrin të rritë shitjet e veta dhe së dyti rrit kënaqësinë e klientëve të tyre, për arsye se jo çdo kush, siç e dim, ka mundësinë për të blerë me para kesh dhe Jute i vjen në ndihmë shumë shpejt në kohë rekord këtyre klientëve. Një biznes zgjeron klientelën duke bashkëpunuar me neve dhe gjithashtu dhe debitorët, se siç e dinë në Shqipëri vazhdon akoma ajo legjenda e pagesave me lista, që shumica e atyre klientëve detyrohet që çdo biznesmen t'i fshi, sepse jo të gjithë arrin të ofrin nga, kështu që ul pjesën e debitorëve dhe përmirëson likuiditetin. Procesi është zakonisht shumë i shkurtër, maksimalisht mund zgjat 10 minuta,
10 minuta janë shumë, po bëhet gati për klientat të cilët sistemi ju kërkon shumë dokumenta, për shembull bank statement që shkarkohen, dokumenta që shkarkohen tek Albania, por klientat të rregullt mund të kemi dhe auto-aprovim. Sigurisht çdo gjë është licencuar nga Banka e Shqipërisë. Kemi një portofol prej 350.000 klientësh, po kjo shifër është rekord, ku 80.000 prej tyre janë aktiv non-stop. Kemi dhe aplikacionin tonë të dedikuar MyJute. Si mund të më ndihmoj mua, domethënë Jute, për të gjetur klienta të rinj për të bërë pjesë e panelit online? Edhe njëherë më fal. Si mund të më ndihmoj Jute mua për këta klientelën që ka, domethënë, që unë të gjej klienta të rinj nëpërmjet bashkëpunimit që mund të kem me Juten? Domethënë, ti do thua që ti bësh pjesë partner që bashkëpunojnë neve? Po bizneset, po themi që ju bashkëpunoni, të mund të bëhen pjesë të panelit online. Pra, si mund të kemi një lloj bashkëpunimi në këtë aspekt? Për këtë pjesë në fakt duhet të komunikosh me Redin, aty mund të marrësh një përgjigje detajuar, se unë jam më shumë tek pjesa e shitjeve, edhe nuk dua të jap një përgjigje që mund të jetë e gabuar. E kuptoj. Që më mirë është të marrësh një përgjigje nga Redi dhe kjo pjesa. Si thash, gjithçka është fintech për pjesën e aplikimit, ku çdo partner që bashkëpunon me neve ka një QR kod të dedikuar, ku nëpërmjet aplikacionit MyJute ke dy mënyra pagesash, të cilat janë Pay Now dhe Pay Later. Më duhet t'i shpjegoj të dyja. Pay Now është në vetvete, është sigur po paguan me kartë në një POS, por nuk kemi kartë dhe nuk ka POS, kemi kulet elektronike. Kemi para elektronike në kuletën e MyJutes, secili nga klientët, dhe duke skanuar këtë QR kodin, në rast se ka para në gjendje, mund të bëjë një pagesë, siç e thash, siç bëhet nëpërmjet kartës në POS. Dhe pjesa Pay Later paguaj më vonë, duke skanuar këtë QR kodin, mundet të bëj një blerje duke marrë produktin në moment dhe duke paguar atë më vonë. Kemi dy lloje produktesh ne si Jute. Njëra është me interes, e cila është 2.2% në muaj, dhe në rast se klienti e zën ka bler një produkt dhe dëshiron të paguajë për një vit dhe në një moment të caktuar pas 2 ose 3 muaj ose 6 ka vendosur ta mbyll para kohe komplet pagesën, po në atë moment i mbyllet, i zbritet total interesi. Dhe është vërtet ka obliguar për 12 muaj, por është sigurt ta ketë marrë për 6 muaj. Dhe pjesa tjetër është me 0% interes, ku klienti blen një produkt në moment dhe e paguan më vonë, për 4 muaj, 6 muaj, 10 muaj, 12 muaj, dhe nuk paguan asnjë qindak më shumë. E ju normalisht do të pyesni se po kush e paguan të interesin, sepse normal kemi dalë për të fituar. Të interes të klientit në këtë rast të paguan partnerin me cilin ne bashkëpunojmë. Pra për çdo ju vetëm bëni ndërmjetësimin. Bravo, për çdo blerje mbahet një fi, një shok fi. Unë sugjeroj, nëse ka ndonjë koleg këtu që ka një biznes që shet produkte fizike ose nëpërmjet e-commerce website-it të tyre, numri është i hapur non-stop dhe mund të kontaktojnë me mua që t'i jap një shpjegim më të detajuar. Patjetër, te grupet që kemi në WhatsApp doja të sqaroj edhe për të tjerë, domethënë që një herë në muaj, kur ne të zhvillojmë aktivitetet si ky i sotmi, në mbasdite, jo siç kemi bërë gjatë këtyre ditëve, po në mbasdite pas eventit, ne të mund të ripostojmë edhe një herë të dhënat tona. Kupton, sepse deri tani po themi që po flasim në këto momente, pra kanë hyrë në periudha të ndryshme kanë hyrë, po themi, biznese të reja te këto grupet. Dhe ose edhe gjatë muajit mund të hyjnë domethënë biznese të reja. Kështu që direkt pas eventit, në darkë ose një ditë më vonë, ne mund të postojmë të dhënat tona që edhe të mos të bëhemi të bezdisshëm te grupet, por që edhe të gjithë ata të rinj që kanë hyrë të kenë mundësi t'ju rinjohin, pra t'ju njohin tamam, sepse aty nuk shfaqet gjë për këta të rinj. Mirë ju që jeni të vjetër, po ata që janë të rinj nuk i kanë të dhënat tuaja. Më kupton? Kështu që mirë është që Mamet, mund të bëj një pyetje për këtë djalin e Jutes? Po. Po patjetër. Atëherë, ju bëni vetëm thjesht shërbimin e dhënies kredive në thonjza për blerje, apo transfer për dërgesa të pagesave bëni?
Pagesat e dërgesave jemi shumë pranë aprovimit nga institucionet përkatëse kemi dërguar faleminderit që ma kujtove se duhet ta theksoja edhe këtë pjesë në fakt e nderuar. Kemi dërguar gjithë dokumentacionin e nevojshme, kanë ngjitur vetëm disa detaje të vogla dhe patjetër do kemi edhe transferat e parave njësoj si industrit aktuale që kooperojnë që angos periudhën Money Gram Easy Pera. Do jemi në njëjtën gjë. Dhe përveç saj do kemi pagesat utilitare, çdo gjë same si ata. Dhe të falenderoj që ma kujtove, gjëja më e bukur që do kemi ne krahasim me to industri që përmenda është do jemi realisht më të mirët me çmimin më të ulët në pjesën e komisioneve. Për arsye sepse unë nga eksperienca ime duke punuar me Kinën dhe Libin apo vendet e Afrikës, ata e kanë një problem shumë të madh pjesën e pagesave. Pra, nëpërmjet bankës është shumë e vështirë dhe gjithmonë mua ma kërkojnë pagesën nëpërmjet PayPal-it. Gjë që cilën këtu unë kam parë PayPal, po jo shumë si pika dhe kam shumë të vështirë likuiditetin me ta, qoftë ata për të sjell dhe qoftë unë për dërguar me këto vende. Kështu që prandaj të pyeta si do jetë ky shërbim dhe a e keni? Absolutisht, siç e citova, do jemi identik me këto kompani që sapo përmenda, me transferat e parave, me pjesën me pjesën e pagesave që tha dhe ju, që PayPal, Paysera, Moku. Kështu që janë dhënë disa detaje domethënë që kanë ngelur nga institucionet përkatëse që na japin licencën dhe çdo gjë do jetë operative. Mund t'i them edhe unë diçka Florianit? Po, patjetër. Atëherë unë po bëj gati rreth 5 vite që bashkëpunoj me Juten në kompani tjetër, jo te kompania Naga Solar. Dhe Jute ka dhe aksesin tjetër që bën një marrëveshje me kompaninë, të jep një user dhe juve po themin këtë rast kush ka produkte që shet, siç e përmendi pak më parë Floriani, mund të bëj një kontratë në moment me klientin dhe automatikisht firmoset edhe një kontratë online po me klientin dhe automatikisht pastaj si pagesë i kalon kompanisë ndërkohë që klienti merr produktin. Po, kjo është ajo që citova, po ky është detaji i komplet asaj që citova unë, pra kur bën të nderuar kolegë që ta ripërmend, kur shkon tek Neptuni ose tek një ndër partnerët që përmenda që dëshiron të marrësh një shërbim nëpërmjet Jutes, që paguan në këste, i gjithë procesi që merr call center on telefon që pyet për pjesën e negocimit, klientin fundor ku punon, të ardhurat e tjerë, pasi aprovohet gjithçka firmoset online, siç e tha dhe kolegu, edhe parat i kalojnë biznesit që ne bashkëpunojmë dhe ne presim na i kthej mbrapsht në muajin të lloj pagese klientit fundor. Super interesante gjëja. A mundet, përshëndetje. Po, përshëndetje. A mundet të ndërhyj pak në lidhje me Juten? Ju përshëndes se ju përgëzoj për biznesin që keni. Unë keni hapur atë zyren në qendër Tiranës, kam pas mundësi me punëtorët e mi, me njerëzit, ju kam sjell disa klienta, po jem tipi që s'qef të bëj marketing. Po bëhet fjalë që u keni pas atë zyren në fillim. Po, te Kafe Flora. Po, atë të voglen atë. Po. Dhe por tani, meqense u bëj me kompaninë time, po i arredoj nipa vetëm një këtu dyqani në Laç, edhe dhe është dyqan telefonie, edhe sikur ka dalë në mod, kjo gjëja domethënë pjesa e bashkëpunimit me Juten për me blet telefona dhe besoj që do ta kemi një bashkëpunim, po si të vinë nipat, të vinë me niptin e vet edhe se këtu Laç që ju përket ju së veriu. Valter, për këto, shikoj, kjo është një pyetje domethënë që mund ta komunikoni direkt në personal që mos të çështje kohe. Të lutem nëse mund të përgjigjem se është një pyetje shumë e bukur, është shumë shkurt. Po. Dhe ta mbyll se u marr shumë kohë, më vërtet dola në energji. Dhe tash në interferencë në klasën pak shumë. Okej. Ajo që na karakterizon ne Juten në shërbimin, fala çdo gjë. Në gjithë fillimin e bashkëpunimit dhe në vazhdimin e tij, gjithçka është free of charge. As nuk ka gjoba, as nuk ka do bësh kaq se ta mbyllë user, as nuk ka tarifa mujore, çdo gjë është free of charge. Dhe shërbimi jon është nga hëna në të diel, nga ora 8 e mëngjesit deri në 10 të darkës. Dhe për ta mbyllur, duke kthyr përgjigje kolegut, nipat tuaj nuk kanë nevojë fare të vinë ke zyra jon,
vetëm një numër kontakti dhe personi që është kolegu që është i ekipit tim, i zonës Veriut, shkon në Laç tek Piga, e shpjegon me detaj si funksionon gjëra, firmosi kontratë shërbimi dhe here we go. Thanks. Faleminderit Flori. Faleminderit shumë. Mund të filloj dhe unë? Ardit, një sekond. Kam Brikenën këtu, Brikena Kapedani, Okej, cila pa problem. i përfaqëson dy biznese. Brikena, je gati? Brikena? Duhet të kërkonin. Brikena, hape zërin. Hapa. Përshëndetje. Okay, përshëndetje, si të kam? Mirë, faleminderit ju. Mirë, atëherë Brikena, do doja të na prezantoje dy bizneset e tua sepse ke dy brende të ndryshme. Kështu që është koha jote, diku tek 6 minuta, besoj se jam mjaftueshëm për secilin. Po, faleminderit. Po filloj njëherë me një prezantim për veten. Okej. Unë jam Brikena, jam kontabiliste në profesion. Mbi 20 vite eksperiencë pune. Sot në Panajir jam për herë të parë për të prezantuar dy shoqëritë e mia, të cilat janë B+, studio kontabiliteti dhe ligjore. Ofron të gjitha shërbimet në fushën ligjore dhe financiare, në rekrutim punojësish dhe në akademi që janë trajnime profesionale. Kam edhe Mundus Group, e cila është një kompani që ofron shumë shërbime, ka disa brende të përfshira, njëra nga cilat është Mundus Travel, e cila ofron të gjitha shërbimet në travels. Okej. Mundus Real Estate, e cila është në fushën e imobiliarës, dhe Mundus Events, ka Mundus Taxi, Mundus makinat me qera, e shumë shërbime të tjera. Kush është target klienti ose bashkëpunimet që kërkon nga ky panajir virtual? Pra nga këta pjesëmarrësit që kemi jo vetëm këtu, po edhe në grup, po themi, që jemi. Kush mendon se mund të jetë ndonjë bashkëpunim i mundshëm që ti kërkon, po themi, të bësh me këto? Faktikisht jam e hapur për bashkëpunime me gjitha bizneset paktën në fushën financiare. Pasi mbajtja e llogarive të një kompanie nuk ka ndonjë diferencë për ne. Mund të japim shërbimin tonë në çdo fushë dhe çdo kategori biznesi. Gjithashtu edhe ligjore, duke ofruar edhe aplikim të vizave për të huajt, apo edhe leje qëndrimi në Shqipëri. Duke sjell për gjithë kompani që ka nevojë për punonjës të cilët janë të kualifikuar dhe profesionistë. I sillni nga jashtë apo nga ata të vendit? Po, i sillim nga jashtë. Duke sigurisht me gjithë dokumentacionin e nevojshëm, që është leja qëndrimit, leja punës dhe çdo gjë tjetër deri në finalizim. Punonjësit janë të gjithë të kualifikuar, nuk Kryesisht nga çfarë shtetesh i sillni? Brigena? John? Nuk do ketë internet. Po, ka shkëputje Internet se po videozoj në shkputje. Po, bra. Muhamet, Po, ka një propozim të vogël. po. Shumë pjesë dhomës diasporës ku unë aderoj. Dhoma diasporës duhet patjetër të ketë një politikë të tillë. Kush është politika? Të gjithë bizneset që këtu aderojnë, pra që jemi këtu, ne duhet të krijojmë edhe një si delegim të shërbimeve tek njëri tjetri. Pse jo, domethënë, ne brenda për brenda mund të bashkëpunojmë me njëri tjetrin. Se ky është qëllimi, krijimi i rrjetit, njohja në radhë parë, krijimi i rrjetit dhe kështu neve pastaj tek njëri tjetri mund të çojmë edhe klient, mund të marrim edhe shërbime, mund të kryejmë gjithçka çfarë kanë bizneset. Po, qëllimi i kompanirit virtual ky është, domethënë. Rrjetësimi me njëri tjetrin. Ky është qëllimi që unë do të bëj. Po mund ta shikojnë, për shembull ne ke dhoma diasporës kemi një rregull që themi kush tregton këtë produkt brenda dhomës, në antarët që kemi,
është filani dhe atje shkojmë e marrim. Kështu që kjo pastaj do të sjellë edhe klientëve të tjerët, krijon edhe lidhje më të forta, po pse jo, tash panajiri online duke u fuqizuar, do kemi edhe fuqizim pastaj, pse jo të çdo sektori. Thanks, faleminderit. Kjo është vetëm një sugjerim. Thanks. Brikena, a je në linjë, e rregullove zërin? Po e rregullova, faktikisht pata një shkëputje kundër incorporation. Okay, është your time. Ne faktikisht në gjitha vendet e botës, po pjesa më e madhe e punojësve që po vinë janë nga lindja e mesme, apo India, apo vendet të të tjerë. Këto janë kontingjenti që po vinë tashmë në Shqipëri për punësim. A ka ndonjë pyetje për Brikenën? Për që se jam edhe për herë të parë, ndihem pak emocionuar. Brikena, mos e vrisni mendjen fare. E kështu, kur është për herë të parë, do më thënë... Shumë mirë. Unë për shembull ka mundësi që ta bëj një takim edhe një kontakt me Brikenën për shkak domethënë të kompanisë, për shkak të bilanceve, duke qenë se ka edhe pjesën tjetër të ekspertit kontabil. Është gjithmonë janë pozitive këto po themi kontakte kështu. Faleminderit shpëtim. Kur të më jepet fjala mua, pastaj do prezantoj edhe unë. Nice. Okej, ka ndonjë pyetje tjetër për Brikenën? Okej, shpëtim. It's your turn. Faleminderit. Edhe herë, pavarësisht se folen janë 2 herë, përshëndetje të gjithëve. Unë ju uroj një javë të mbar. Në biznes gjithmonë duhet energji pozitive dhe duhet gjithkohës optimizëm që të ecim përpara. Mua më vjen keq që disa nuk janë pjesë sot online. Mirë, po në fakt gjithkohës, domethënë unë të paktën kam 22 vite me biznes dhe na kanë mësuar vitet që sa më shumë kontakte dhe sa më shumë njerëz të njohësh, aq më shumë do ta kesh, po themi, rritjen e biznesit dhe të suksesit. Unë jam Shpëtim Dani, unë jam CEO i Naga Solar Albania, ne kemi vite që merremi me fushën e energjisë, me panelet fotovoltaike që tashmë janë bërë në një farë mënyrë trend për çdo biznes në Shqipëri, dhe pjesa e paneleve të energjisë është që në momentin që një biznes ka X konsum të faturave mujore nga OSHE, automatikisht ne i nxjerrim një sasi kilovatësh se sa duhet të instaloj, dhe mbas të instalimit që neve i bëjmë atij biznesin, këtë rast i zerohen faturat, por jo vetëm biznese, edhe shtëpi private, domethënë familje dhe kushdo. Dhe neve jo vetëm me pjesën e bizneseve, po neve ndërtojmë edhe parqe, bëjmë gjitha dokumentacionet, po themi, për çdo projekt dhe për çdo leje nga A deri në Z, duke filluar edhe pjesa e megave, po themi, me parqe që neve duke filluar nga Ministria e Energjetikës edhe në KKRT që është tek pjesa e kryeministrisë, gjitha i kemi si akses. Dhe pjesa e energjisë është një fushë, më ju thon të drejtën, shumë e bukur. Unë Meti më njeh mua për vitesh dhe e din se si e kam unë pak atë natyrën që çdo gjë që shikoj që del një diçka e re, unë nuk ndaloj asnjëherë së kërkuari ide të reja dhe biznese të reja. Unë nuk kam vetëm këto, kam edhe disa biznese të tjera, por thjesht sa për prezantim, ose nëse keni ndonjë pyetje në lidhje në fushën e energjisë, mund të më thoni, edhe jam gati t'ju përgjigjem të gjithëve. Thanks, faleminderit Shpëtim. A ka ndonjë pyetje për Shpëtimin? M'fal, përshëndetje Shpëtim. Tani unë s'duhet të bëhem i bezdishëm të ndryhet të gjithë, por ndoshta biznesi im ka lidhje me të gjithë ju, sepse kemi shërbim të tillë. Por është ide e bukur edhe kjo, sepse kam një ide që të bëj me fotovoltaik ato shtëpiat e drurit, edhe t'i bëj me sistem të mbyllura, domethënë të jemi shumë pavarur nga ana energjetike, sidomos kur jemi në mal, ku s'kemi mundësi që të vijë ajo rrymë elektrike ose mund të ketë probleme që atë borës e gjëra e ke parasysh. Edhe kjo është më perfeksioni që më perfekte që mund t'i ofrojmë një klientit, domethënë të jetë i pavarur nga ana energjetike, po pastaj ndoshta mund shkëmbejmë numrat e telefonit
se do flasim për ofertë, se bota, siç jemi ne virtualisht, ne do flasim edhe çfarë ky shërbimi juaj, çfarë ofertë ka. Patjetër. Te grupi në WhatsApp, aty do të keni kontaktet, Valter. Okej, shumë faleminderit. Patjetër, Valter. Respekte. Besoj me shpëtimin duhet të kesh një bashkëpunim, sepse siç e the, domethënë që duhet të kenë, po themi, atë pjesën. Unë nuk doja t'ja thoja Valterit, po në fakt, po themi ndoshta në thonjza konkurrenti Valterit që merret në shtëpia Druri, në të njëjtën kohë unë ja bëj, domethënë këtë pjesë. Do u ndërëm sot në Shqipëri edhe në Ballkan, s'kam parë që i bën shtëpiat si në Zvicër. I bën si se kisha ndoshta në cilësi shumë më lartë, pa e kisha me shtëpi Druri dikush tjetër që merret, a kupton? Ne ja bëjmë komplet pjesën e instalimit, po themi edhe të pavarur fare nga energjia, por edhe nëse e ka rrjetin e energjisë, bëhet lidhje direkte, këto janë me matje vjetore dhe nuk është nevoja të bëhen me patjetër me bateri. Në këtë rast kur e ke, domethënë, komplet të shkoputur nga rrjeti, ato duhet të jenë me patjetër me bateri, vetëm se si kosto pastaj shkon 2 fish ku është pjesa e baterisë, kupton? Gjithsesi, numrin në WhatsApp edhe flasim për detaje, se mos të marrim kohë të tjera. Edhe një pyetje shpëtim se tani bëhemi kurioz. A mundet që për shembull që pjesa e çatisë të bëhet vetëm me panelet, mos të përdoret për shembull llamarina, ku diun që tjetër? Atëherë, mundet më u bë edhe ajo. Në fakt Elon Musk nxori një diçka të tillë, tjegullat që janë direkt fotovoltaik, por deri tani nuk kanë funksionuar shumë, po themi të suksesshme dhe nuk është e thonë të bëhen me patjetër tjegulla, mbi tjegulla vendosen ato. Kupton? Mjafton të kesh vullnetin edhe lekët për të instaluar. Nice. Okej, atëherë kështu. Edhe diçka të fundit, unë më ju thon të drejtën gjithë juve çfarë keni hedhur edhe dje dhe sot pjesën po themi e zemë përfaqësimit të kompanive tuaja. Unë e kam natyrën që nuk i kaloj kështu hajt, domethënë, por i kam lexuar gjitha me detaje edhe i mbaj mend në një farë mënyrë gjithë bizneset që keni prezantuar aty. Këto po e them edhe për të tjerët që nëse do dikush që të shohë biznesin tënd, duhet që edhe ti t'ja shohësh biznesin tjetrit, edhe vetëm kështu mund të bëhet ai connection ashtu si duhet. Faleminderit shumë për këtë ndërhyrje, shpëtimi ishte shumë e nevojshme kjo gjëja që the. Realisht, në grup do doja që të kishim njerëz aktiv, në kuptimin që të mos bezdisemi nga këto prezantimi që ne do bëjmë një herë në muaj, të mos bëjmë biseda siç ndodhi një moment sot tek ai grupi. Do doja që thjesht mund të bëni një zemër, në një ku dëgjon, në një okay tek postimi, por jo të komentoni që mos të bëhemi të bezdisshëm. Unë edhe këtë ndërhyrje të fundit do të doja biles një përshëndetje të veçantë për Majlindën, sepse është me vërtet shumë pozitive dhe shikoj që është gjithkohës aktive te pjesa e grupit. Sa për kështu të vogël, se s'duhet ju marr më kohë, shpëtimi 20 vite ka mbajtur çdo të hënë seminare motivuese. Meti disa herë ka qenë pjesë e seminareve dhe e din shumë mirë, dhe gjysmën e rinisë Tiranës shpëtimi e kam trajnuar se si duhet të eci përpara, si duhet motivohet dhe si duhet ta ndjeki, po themi, të ardhmen e tij. Kështu që sa më pozitiv të jemi me njëri tjetrin dhe sa më aktiv, që mos jenë ato grupet kështu vetëm hajt, mirë do ishte domethënë si japim energji pozitive njëri tjetrit. Dhe kush nuk, unë e kam si zakon që i ndjek krejt pjesën e prezantimeve deri në fund, kush nuk ka folur, unë do ta ndjek deri në fund, sepse nuk duhet ta bëjmë që e bën prezantimin tënd dhe pastaj del nga grupi se mjaftove që e thej ato tonë. Unë them që vlera e këtij paneli virtual është nëse ne dëgjojmë njëri tjetrin dhe kuptojmë kush janë pikat e përbashkëta që mund të bashkëpunojmë. Kështu është, unë kështu e shikoj panelin virtual. Mund ta bëj një pyetje shpëtimit, lutem? Po. Shpëtim, se u bëra kurioz, kush ishte biznesi juaj që bashkëpunon aktualisht me neve? Shpëtim, dëgjon? Nuk e di, ndoshta ka pati një shkëputje. Nëse, kjo është një gjë domethënë që mund ta komunikoni në privat. Atëherë kështu, do doja të kisha një prezantim të mikut tim, sepse ndodhemi tek Zyra e Armirit, i cili ka një studio ligjore, po për më tepër ai prezantohet vet, po flet nga laptopi im, kështu që nuk është se është i loguar aty.
Kështu që mund ta dëgjoni. Po ja jap fjalën Armirit. Atëherë përshëndetje të gjithëve dhe uroj të jeni mirë. Unë jam Armir Janulli, kemi një zyrë ligjore tek Kullat Binjake, kati 5, BLC, Business Legal Consulting. Dhe në fakt më tepër kemi të orientuar në çështjet e biznesit, se sa në përgjykate, sepse fatkeqësisht në Shqipëri sistemi gjyqësor ka mbaruar me marrë i gjyq për 10 vjet, si ja vlen aq shumë të merresh me gjyqet, se sa me biznes. Edhe më vjen mirë këtu që shikoj bizneset të fushave të ndryshme, edhe besoj se inshallah do kemi bashkëpunim. Përveç zyrës ligjore, ne këtu kemi hapur edhe një agjenci, Dream Travel Albania, ku kemi gjitha këto paketat, all inclusive. Edhe çdo pjesëmarrës i këtij grupi, se unë fola më parë edhe me Muhamedin, do ketë një çmim preferencial, ndryshe nga tregu, do ketë zbritje maksimale. Pika e tretë është, nuk e di a është shpëtimi këtu akoma apo ka lëviz. Jo, s'është. Si duket ka ndonjë shkëputje Se internet. vetëm kisha një kështu. Okej, mund të diskutoni edhe në privat, domethënë. Nëse ka dikush pyetje ose nëse ju bie rruga këtej, jeni gjithë mirë se pritur. Edhe për një kafe ju ftoj. Sot aktualisht jemi tek zyra e konferencave që kanë këta, e mbledhjeve, dhe këtu po e zhvillojmë këtë, ndërkohë që po va kthej pak edhe nga këta kolegët e tjerë këtu. Pra ne jemi edhe fizikisht edhe virtualisht, kështu që herë tjetër mund të mirëpresim këtu tek kjo zyrë, Patjetër, nuk nesi. dhe tek panajiret virtuale, pra këtu i merr të paktën edhe një 4 veta të tjerë. Shumë inshallah, ishte në karrierë. Po edhe mund të shtojnë. Vetëm kem dëshirë dhe Po që diku tek 10 veta mund t'i marrë, domethënë si sallë. Besoj se herën tjetër mund të kemi ndoshta edhe fizikisht. Po shpëtimin e kemi online, kështu që nëse ka ndonjë pyetje që ne shpëtim. Duket se si duket ka probleme interneti. Okej. Atëherë më dëgjoni? Po, patë një. Sa po fola, nuk e di se tani nuk po më hapet as figura, as video. Mo sa po fola edhe më nxori telefonin diçka që unë nxepe dhe mu fike tash si për ironi të fatit nuk dua të iki, po ja ndodhi. Shpëtimo, po flisja unë jam Armir Janulli, më duket se mund ta kesh dëgjuar si mbi emër. Po? Edhe për panelet diellore mund të flasim, se ne jemi zyrë ligjore biznesi, por kemi një tokë që po e trajtojmë për panele në Gjirokastër, 68 hektar tokë. Po, patjetër. Ka disa që janë të interesuar, ca turqë dhe italian, po akoma se kemi kështu. Po mund të bëjmë një takim inshallah dhe mund të flasim se çfarë mund të bëjmë. Po, patjetër. Unë po të shikoj që je aty me Metin. Po, ne jemi ke zyra jonë, ke Kullat Binjake. Me katin e 5. Nuk e di, mua nuk më shikoni, besoj? Jo. Nuk e di pse po më ndodh kjo, nuk po hapet. Okej, atëherë kështu, kalojmë tek kë kemi këtu. Kemi Abisën. Abisa me shef mirë, me një ide shumë interesante. Përshëndetje. Për më tepër do të lë t'ua zbuloj sepse unë u surprizova kur e dëgjova. Okej. Abisa është. Atë përshëndetje të gjithëve. Përshëndetje edhe nga ne. Do doja të filloja me një prezantim shumë të shkurtër të vetes. Okej. Unë jam nga Tirana, edukimi im është në fushën e ekonomikut. Bachelorin e kam mbaruar në Universitetin e Tiranës për degën menaxhim. Më pas kam kryer master në degën financë në Fakultetin e Ekonomisë përsëri. Për sa i përket eksperiencave të mia profesionale, direkt mbas se kam mbaruar shkollën e lartë, unë kam filluar në një korporat, e cila për mua ka qenë shkolla ime e vërtet, le të them. Bëhet fjalë për kompaninë Vodafone. Kam punuar për 12 vite në Vodafone dhe siç thash, unë atje kam marrë çdo gjë që më është nevojitur dhe që e përdor me shumë bindje dhe me shumë dëshirë në çdo hap të jetës time. Prej 2 vitesh punoj në një televizion. Nuk do doja ta përmendja emrin.
por në departamentin e marketingut dhe të shitjes pikërisht edhe në këtë televizion. Gjatë gjithë kohës, të them të drejtën, sidomos gjatë periudhës së pandemisë, ku kam përshtypjen shumë njerëz kishin më shumë kohë edhe arrinin të rinin më shumë me mendimet e tyre, me ato idet që doni të bënin, edhe pikërisht mendoj që ishte edhe për mua ai momenti kur vendosa që gjatë gjithë kohës i kam patur të mendimet edhe një sy, si i thonë, edhe shumë mendje për të bërë disa sipërmarrje, dhe fillova me diçka të vogël, me një zgjerim, le të themi, të shërbimeve të një biznesi ton familjar, i cili zgjati rreth 3 vite, dhe tani e kam lënë e menaxhon mamaja ime, të them të drejtën. Por, siç e thash, domethënë gjatë gjithë kohës, mendja ime është si e si të gjej gjërat e reja. Kam gati rreth 1 vit që unë jam njohur me këtë biznes që e kam sjell edhe në Shqipëri. Biznesi im quhet Chef Me, ose Mi Chef, është një triki, le të themi, në këtë mënyrë se si e kam vendosur emrin. Pikërisht bëhet fjalë edhe nga vetë fjala te pjesa e kulinarisë, le të themi. Por çfarë sjell ndryshe biznesi është pikërisht kjo. Në qoftë se në bizneset e tjera që janë të lidhura me kulinarinë, produktet vinë të gatuara, pjatat paraziten nga klienti dhe i shkojnë të gatuara dhe vetëm mund t'i konsumojnë. E reja këtu është që nuk të vjen e gatuar. Domethënë, klienti zgjedh në morinë e recetave që unë kam dhe që i shfaq çdo javë në rrjetet e mia sociale dhe në faqen time të webit, zgjedh menut, unë më pas bëj përgatitjen me të gjitha produktet, duke i larë, duke i pastruar, duke i dozuar, domethënë duke vendosur pikërisht masa përkatëse sipas recetës. Këto bëhen të gjitha të paketuara në një kuti, ku shkon edhe shoqërohet edhe receta bashkë me të gjithë ingredientët. Dhe çfarë i mbetet klientit është vetëm ti marri dhe ti gatuaj. Shumë njerëz më pyesin, ok, po çfarë po sjell diçka të re? Pse po e bën këtë? Ka shumë skeptik, absolutisht, dhe unë më shumë kanë qenë fjalët e kam dëgjuar këtyre skeptikëve, sesa atyre që e kanë kuptuar dhe e kanë përqafuar këtë gjë. Pse skeptikët? Pikërisht për t'i dhënë atë idenë time se unë e kam zgjedhur dhe si e kam parë këtë dhe si e shikoj dhe si dua ta zhvilloj. Pikë pari, unë e shikoj që familjet shqiptare kanë filluar dhe janë larguar nga ajo tradita që ne kemi patur. Ishte shumë e bukur ku ne çdo gjë e gatuan në shtëpi. Padyshim që ishte e lodhshme për nënat, le të themi, sepse ato kanë qenë ato gjithmonë që gatuanin. Por nga ana tjetër dhe ajo ka pas atë bukurinë e vet. Unë e kam shijuar, ne jemi 3 motra në familje dhe ne realisht e kemi shijuar që mami na ka përfshirë gjithë kohës edhe në punë të shtëpisë, por edhe në gatim. Dhe të njëjtën gjë unë e kam bërë edhe me fëmijën. Kam 2 fëmijë, një vajzë dhe një djalë të moshës 11 dhe 10 vjeç. Dhe që të vegjël në fakt unë i kam futur në kuzhinë. Atëherë ku të gjithë më thonë, "Bu, kujdes se fikën, si ja lë fikën në dorë, unë ja jepja fikën." Patjetër që kisha frikë, absolutisht se mos pritej, por më besoni që kush i ka fëmijë i di shumë mirë që me pak kujdes, po t'i japësh vetbesim fëmijës, bën shumë. Mua sot në mëngjes çuni i vogël 3 vjeç ma solli thikën. I thash bëm çik thikën babi, atë e mori ma solli. Sigurisht. Domethënë, ne shikojmë si të vegjël, por janë shumë të mëdhenj brenda tyre dhe realisht ne mësojmë shumë nga ta. Dhe si e kam parë këtë pjesë, e kam parë si le të themi si një kohë cilësore që familja brenda mund të kalojë me njëri tjetrin. Super. Pse do me thënë, duhet me patjetër ti nxjerrim fëmijët, patjetër që duhet ti nxjerrim, po do bëjnë aktivitete edhe jashtë, por është një aktivitet shumë i mirë që ja vlen realisht që ta bashkoj familjen
së bashku. Dhe pikërisht duke marrë shërbimin e shefnis, ti heq nga bara gjithë kohën që të duhet për të dalë në pazar, për të blerë gjërat, pastaj për t'i larë, pastaj për të zgjedhur recetën, ndërsa kështu është shumë e thjeshtë, çdo gjë të vjen gati dhe ju vetëm keni për ta gatuar. Edhe patjetër për ta prerë, do pritet qepa se nuk do vije prerë. Kështu që do na bëjnë të gjithë mjeshtra shefa, kuzhine. Pikërisht. Ndërkohë që gjërat janë gati. Për veten e tyre, gjithmonë, nuk të i them fëmijëve. Do me thënë unë kur të dua që të surprizoj nusën time, takin të porositur tek ti, edhe ti them zemra, lese do gatuaj u sot, ti dil pi kafe me shoqet, edhe kur të vi ajo do thot bo thot qa burri kam, mjeshtër. Po është komentet pastaj. Okej, të falenderoj. Tjetër si e shikoj unë edhe çfarë kam arritur deri më tani. Është fakti që ne po shikojmë që shumë po mshohet e pjesa bio, e produktet sa më pak OMG, me sa më pak pesticide, që realisht njerëzit janë ndërgjegjësuar. Ka ferma shumë të mira realisht në Shqipëri që i përmbahen të gjitha standardeve dhe prodhojnë produkte shumë të mira shqiptare. Bashkëpunëtorët e mi janë disa prej tyre dhe unë të gjitha produkte për sa i përket zarzavateve, perimeve, i marr vetëm tek ta. Edhe kjo është shumë e rëndësishme. Për tjetër, le ti të suportojmë edhe bizneset shqiptare. S'kemi pse na vjen domatja nga Italia, apo nga Greqia, apo nga Maqedonia, nuk kam asgjë me të ardhin e tyre, por pse jo, kur ne e kemi mundësi. Suportojmë këta që i kemi tanë thuaj. Vetëm kështu mund të rritemi. Absolutisht. Më vjen mirë. Unë për shembull pulat i marr të fresta tek njëri nga zallheri që i rrit vet zojt. Edhe thjesht me telefon i them, vllai, më sill një zojt. Domethënë kushdo gjen zgjidhja. Më kupton? Fiks. Qumshi e marr qumësh fshati nga Paskuqani, është dikush që ka lop në shtëpi, edhe qumshin e marr domethënë e zjej, e sterilizoj, se thonë këta jo, po mos e merr kështu lufra e këto nuk se po përmendin dhe emra. Unë mendoj që janë shumë herë më të mira këto produkte që akoma janë fshatëshe, le të themi. Tamam fshatëshe. Super. Okej, faleminderit. Mundem? Po. Unë them drejtën, më zhduk, unë e pash faqen e Abizës, dhe më thënë shef mi e pash në Instagram, edhe më zhdukur shumë interesante, unë do ju thoja komplimente. Falenderoj. Interesht. Edhe ndoshta nga që mund nxef telefoni edhe nuk më hapet video. Pa problem. Por ide brillante kjo që keni bërë, urime. Faleminderit. Të njëjtin mendim kisha dhe unë në shpëtim, domethënë kur ma shpjegoi shkurt aty kur e takova, thash u surprizova, domethënë ça gjetje, domethënë është realisht gjetje. Bravo. Për shembull, një klient të rregullt ka për të pas mua. Super. Nuk e parë tani live në Instagram. Një pyetje vetëm të lutem për Abisën. Po. Gatime edhe për lokale, po themi për lounge kështu, domethënë menu po flas. Jo, nuk janë synimi im të paktën tani. Është vetëm për familje. Por janë Gatimi ka dhe një lounge tek fusha e aviacionit. Votra, kështu që po ja bëjmë pak prezantimin. E kuptoj. Nuk di fiks, domethënë se çfarë pret, po ndoshta mund të flasim edhe të shikojmë çfarë mund të bëjmë diçka. Jo, në fakt, këtu ku jam unë kemi shumë goxha institucione këtu mbrapa, janë komplet pjesa e tatimeve, është edhe kjo e drejtësisë këtu, edhe na vin në fakt aty, por nëse fusim produkte interesante, pse jo? Po ju dhe i gatuani ati, apo jo? Jo, aktualisht s'kemi asgjë për gatime, prandaj po thash të bënim këtë, si kuzhinë kemi, po nuk e kemi futur akoma në punë. Po kjo është ty të zgjidh punën që më s'ke nevojë ti magazinosh gjërat, i merr gjërat të gatshme, edhe i thjesht i gatuan në momentet e çfarë, po nuk ke magazinim dhe kjo është super fare domethënë. Atëherë do mbetemi në kontakt. Patjetër. Kontaktet i keni, vazhdoni.
Faleminderit. Next. Atëhere, kemi Hakimin nga Resort Kodra e Godenve. Hakim, a jenë linjë? Hakimi ka qenë sponsor në edicionin e parë të panairit virtual. Hakim, më dëgjon? Mund të hapësh mikrofonin? Ndoshta është duke gatuar, sepse është dhe kuzhinieri. Okej, derisa të bëhet gati Hakimi, po... super. Më duket se I dogje. Përshëndetje Hakim, si je? Jo, po mirë. Si ka lut? Super. Përshëndetje të gjithëve. Atëhere, Kënaqësi të jem këtu. do doja rreth 2 minuta, 3 minuta të na bëje një prezantim shkurt të resortit. Patjetër. Edhe një unë jam Hakimi, jam menaxher I Kodrës Godenve. Tani e për 2 muaj që është hapur. Me një plan afatgjat, le të themi, për ta bërë një agroturizëm vërtet të ketë emrin agroturizëm. Jo thjesht sa për emër. Me produkte bio, me çdo gjë bio dhe një ambient shumë të këndshëm. Ne ofrojmë, kemi dhe hotel, kemi dhe pishinën, kemi pjesën e fermës, kuajt, restorantin, çdo gjë dhe mbi të gjitha është një ambient që të jep qetësi, natyrë, çfarë njerëzve u mungon hiç më për pjesën e fundjavës. Për pjesën e organizimit të eventeve, për ditëlindje, ushqim I mirë, qetësi dhe relaks. Një diçka që njerëzit sot mendoj se e kërkojnë shumë. Ti vetë personalisht I qenë, edhe Elona në Troj Motor ka qenë gjithashtu. Oh, super, ju ka vizituar Elona, sa shpejt mo? Po. Jo, edhe ishte vërtet kënaqësi. Unë do t'i ftoja të gjitha vizitonin sepse ambienti flet më shumë vetë se sa çfarë mundet të shpjegoj unë për Po këtë. ndoshta mund të bëjmë ndonjë organizim aty te grupi edhe të mblidhemi edhe të vijmë. Me ti, ndërkohë që po flet Hakimi, unë sapo e pash se panele fotovoltaike s'keni vënë, keni në Është diçka që është te pjesa në vazhdim, patjetër, pse jo. Super. Për që të duhemi të gjithë, habisa me ushqimet, apo I bëni vetë ju? Ja, si bën vetë... Jo, unë kam fermën time. Okej, brigena me financën, unë me panelet. Kam fermën time, të drejtën edhe. Ju uroj suksesit. Po, me panelet pse jo. Super. Faleminderit, unë ju ftoj që ta vizitoni. Super. Ju faleminderit. Hakim, më vjen mirë që ishe prezent. Uroj që të qëndrosh sa të mundesh sepse e di që puna jote është çik. Po, me gjithë kënaqësinë. Siç e tha pak më parë shpëtimi që të mundohemi të jemi online, të dëgjojmë dhe të njohim të tjerët, sepse kështu kemi mundësi që të krijojmë bashkëpunime. Atëherë Jo, me gjithë kënaqësinë. Atëherë kemi Elonën, me që e përmendi dhe Hakimi, Elona nga Troj Motors. A jenë linjë? Elona? Jam vetëm sa hapa pak mikrofonin. Përshëndetje të gjithëve, ju dëgjova të gjithë vetëm në një moment që detyrova të mbyllja kamerën gjithçka sepse kisha klient. It's okay. Unë të prezantohem atëherë, unë jam Jeshilja, siç i thonë, ose Elona e Troj Motor, një biznes ndryshe. Bëhet fjalë për gjithçka që ka të bëjë me 2 rrota, ate maksimumi 3, po kaq ma. Si bëni 4? Ja. Ne jemi pak më shumë të lirisë, të oksigjenit, të vërmarjes, të lumturisë. Fix. Akoma edhe shkencërisht është vërtetuar që duke qenë në motor, oksigjeni kalon në tru dhe nëse keni parasysh të gjithë paktën ose nga miqtë tuaj, nëse keni motorist ose dhe paktën nga filmat, ose mund të ndeshen në rrugë me dikë që është në motor, të gjithë janë buzëqeshur. Kurse në makinë para ndodh, por nejse, ose nuk do të thotë se e kemi vetëm ne këtë mendim, ëh. Atë biznesi im quhet Troj Motor, është I ideuar që në 2005.
ne këtë vit po bëjmë gati që të festoj një 20 vjeçar të bukur, se me të vërtet ishte... Kur do na e lançosh te Panairi Eventet, kur do na e lançosh datën që të përgatitemi? Me kismet zotit në tetor, kemi goxha kohë, por unë i marrë që gjërat kështu, i kam gati planet, A, B dhe gjua jonë ka shumë gërma gjithsesi, sepse më duhet që t'i bëjnë që t'i bukura. Në qershor dua datën të apostojmë te grupi. Unë datën mund ta them që tani sepse kam gjatë të sigurt, por puna është që më duhet që të sistemoj goxha gjëra, sepse tetori jo vetëm kërkon me kohën kur është hapur si biznes, por më duhet që të sistemoj dhe të gjithë motoristat. Edhe aq më tepër absolutisht janë të mikpritur të gjithë miqt që dëshirojnë të shikojnë diçka ndryshe ose miqt tanë që na mbështesin, jo vetëm motoristat. Por është edhe koha që çdo kush mbaron ato udhëtimet që ka për të bërë, edhe pse koha atëherë është goxha e freskët edhe disa mund të nisën për udhëtime më të gjata. Gjithsesi, biznesi jonë funksionon shumë herë më ndryshe në krahasim me gjithë bizneset e tjera. Unë personalisht më pëlqen jashtëmase shumë që të theksoj gjithçka që është ndryshe. Duke qenë dhe vetë ndryshe, absolutisht. Por kjo përkthehet si te çdo produkt që un kam. Këtu e 20 vjet fokusohemi te produktet që janë unike. Absolutisht, nëse do gjen produkte që nga veshja deri tek pjesët e këmbimit, aksesorët apo gjithçka që ka të bëjë me motorat, si emër kompanie, si veshje, si çfarë do gjë tjetër që nuk përdoret vetëm për motoristat, por akoma edhe si ide dhurat për shembull. Është një gjë shumë e bukur sepse nuk e di, unë jo vetëm që dashuroj jashtëmase shumë të biznes, besoj që duket, por është një gjë shumë e bukur sepse i ofron njerëzve diçka ndryshe. Dhe për sa i përket biznesit, ne çdo produkt që kemi nuk e kemi në sasi. Që do të thotë mund të jetë 1 ose 2, vetëm për të kompletuar, le të themi, shoferin me pasagjerin për të qenë në uniform, por të tjerët absolutisht duhet të jenë unik. Dhe te çdo produkti joni është në ofertë. Ma më pëlqen të luaj shumë me këtë gjë. Bashkë më tepër që është një gjë prapë akoma më e bukur sepse jep mundësinë të gjithëve, jo vetëm motoristëve, por akoma dhe personave të tjerë, që mund të jenë mbështetës familjar që të bëjnë një dhuratë një motoristi, ose të kenë diçka për veten e tyre, pse jo? Do krijojmë ndonjë grup motoristash Panairi online. Po, pse jo? Në Shqipëri ka shumë grupe. Më bëhet shumë qefi që nga pandemia tutje kemi një rritje jashtëmase shumë të madhe të motoristave, si femrave ashtu dhe meshkujve. Dhe pandemia vërtetoi dhe një diçka shumë të veçantë që jeta është shumë e veçantë dhe duhet shjuar në çdo sekond. Absolutisht lirin kushta jeta, motore. Por gjithsesi, për momentin dërgoj pjesë, këmbimi, veshje, aksesor, gjithçka që është e mundur në gjithë Ballkanin. Për momentin. Jemi një familje jashtëmase shumë e madhe. Të di, nëse më të marr me vete, si është ajo Get Ready With Me? Po. Unë të keni gjë, domethënë sa të merrni pak një shije të vogël sepse sido që të jetë patjetër. Mund ta kthesh kamerën nga ana tjetër nëse mundesh. Ja, vetëm një sekond sepse nuk po S'ka gjë, kthe kështu, kthe me Ja. Po, fiks. Super. Një pamje shumë e vogël, ky është një nga, domethënë te salloni im që është ky. Super. Që është ky. Ai aty është motorim, okay. Për momentin kam zgjedh dy kompanive të ndryshme, një është BMW dhe tjetra është Harley Davidson. Kjo është 2024-s, është modeli breakout dhe është nga modelet më të vështira dhe më të veçanta, akoma dhe në Amerikë nuk gjen dhe nuk mund ta blesh sepse është në listë pritje. Wow. Dhe logjikisht kush do ta kishte për vetë meje? Asnjë tjetër. Ideja është që të tregoj diçka tjetër që mos e haroj dhe këtë sepse është goxha e rëndësishme, sepse nga që nisa sot produkte të ndryshme për të gjithë motoristat, që nga crossi deri te enduro, këto tipet e larta që janë për të gjithë territoret e ndryshme, lash dashur pa dashur gocat disi veçantë. Dhe sot edhe për gocat një linjë ndryshe.
veshje që janë paksa më elegante, paksa më të bukura, absolutisht gjithmonë te stili i okay, nuk është që duken dhe shumë bukur. Veshur besoj se duken bukur. Absolutisht, duken shumë bukur dhe ideja është që jo vetëm të jenë të veshur si robota, siç ka qenë dikur, sido që çdo gjë ka kaluar me kategori të caktuara. Po, është një diçka ndryshe. Nuk e di sa tjetër të them, është një biznes shumë i bukur. Në qoftë se ishte në dorën time do doja që të gjithë ishin motoristë. Absolutisht, unë sa të kem frymën do vazhdoj të shtoj motoristat. Por ja sugjeroj të gjithëve. Te Kodregu Drenve unë shkova që nga momenti i parë që pash prezantimin e shokut ton, të grupit. Faktikisht doja që të bëja një mbledhje, një organizim me shumë motorista. Po për efekt kohe nuk arritëm dot që të mblidheshim, sepse ne kemi detyrime, do të paraqitemi në për evente, në për grupe të ndryshme. Okej. Si shkova vetë, i bëra 2 motora, thoya 2 të tjera aty, kështu që ishim në rregull. Gjithçka ishte okay. Uroj që pse jo të kemi një bashkëpunim të gjithë bashkë me njëri tjetrin. Super. Të falenderoj. Faleminderit. Okej, atëherë kë kemi dikë tjetër gati. Është marketing online. Kemi marketingun online. Jam dhe unë. Kush është tu? Arditi, a je në linjë? Në qëse mund të filloj, se kam problem. Yes. Përshëndetje gjithëve, unë jam rradha e parë që kam hyrë Panair, unë me Muhamedin kam gjatë që bashkëpunoj, po nuk është se kam marrë shumë pjesë tek Panairi për arsye të punës, për shkak se kanë qenë shumë i angazhuar për shkak edhe të fushatës, që ta them si trot, për arsye se unë jam me profesion jam filmmaker, kryesisht në video editim, siç mund ta shihni jam akoma në studio, s'kam mbaruar akoma punën, po puna e editimit nuk mbaron asnjëherë. Edhe gjëja kryesore që unë ofroj si shërbim është video editimi, filmimi, ofroj gjithashtu edhe pjesë ofroj edhe website, domethënë krijimin e websiteve të ndryshme. Kohë të fundit do vazhdoj të kam kriju bashkë me, ose më saktë do fillojmë ta krijojmë me kolegun tim një podcast. Kryesisht për arsye se unë kam 90% veglave që mund të ofroj këtë pjesën e video editimit ose filmimit dhe krijimin e websiteve. Unë një pjesë të mirë këtyre i menaxhoj vetë, natyrisht për gjithë këto gjëra nuk mund t'i bësh kurrë vetëm. Tek pjesa e websiteve unë bashkëpunoj me një programues që është një shoku im, cili është programues si profesion. Tek pjesa e editimit kryesisht normalisht nga që punoj edhe vetë si video editore ofroj edhe vetë, por njoh edhe shumë mirë pjesën e dizajnit, kryesisht graphic designit. Edhe tek pjesa e filmimit kam goxha gjatë që merrem me pjesën e kësaj, përveç këtyre shërbimeve që i ofroj bizneseve të ndryshmeve, unë ofroj edhe dasma, domethënë filmoj edhe pjesën e dasmave, kryesisht në pjesën nga ku unë vi, kryesisht një pjesë të Tiranës dhe Ndivës. E ti që ke biznes familjar në mos gaboj? Pjesën e dasmave është biznes si familjes? Pjesa e dasmave është nga babi, domethënë. Kurse kjo pjesa e biznesave unë jam bashkë me këtë kompaninë e cila punoj, është një kompani filmmaker, një lor film e ka. Që si një të interesuar është Instagrami që mund t'i informohemi fare mirë. Një gjë që duhet të them është që megjithësisht siç po e shihni që rrjetet sociale, pjesa e videove, fotove ose pjesa e online-it është bërë full, është mbushur i gjithë vendi, sidomos Shqipëria, sado që vendet e tjera kanë pasur më të zhvilluar këtë pjesë, edhe Shqipëria po vazhdon ta marrë me ritme shumë të mëdha, që kur e shikojmë që edhe politikanët po i përsulen keq fare këtyre dhe besoj e kuptoni rëndësinë e këtyre rrjeteve sociale dhe kryesisht videove. Ama për biznesin, rrjet social do të jetë Panairi online. Trend në 2026. Nuk e vend dyshim. Por sa të këto kompanitë e marketingut sa ta kuptojnë rëndësinë e Panairit online, atëherë besoj se do bëhet trend, sepse në rrjetet sociale mund të reklamohen shumë, por
Nuk ka Nuk e di, një unë fokës. nuk do të zgjatëm shumë, po kaq para shumë kisha, besoj isha i shkurtër dhe i qartë. Të falenderoj për kohën. Atëherë kemi tjetër këtu. Arditin, ç'është një HP iPhone këtu? Kemi Rimin? Është vajza marketing online që është gjithkohës online, kështu që Soft apo marketing online? Përshëndetje Mohamed. Po, kemi Rimin. Përshëndetje. Si je? Mirë, si jeni ju? Rimi nga Alba Filters, Albania, që është edhe fillimisht- pjesë e panairit online. Rimi, mund të na flasësh për biznesin tënd? Po, unë do i bie shumë shkurt nga që nuk kam dhe shumë kohë. Fillimisht du të prezantoj pak veten. Po. Unë jam Rimi Almuço, me profesion një inxhinier hidro. Njëkohësisht certifikuar edhe si specialist në trajtimin e ujërave nga water quality, një ndër të vetë në Shqipëri. Okej. Biznesi im ka të bëjë me trajtimin e ujit të pishëm, ujërave të zeza, ujërave të bardha, ose siç njihet ndrysh ujit sanitar. Unë tregtoj filtra uji për familjar, domethënë i lë me abonim vjetor, pak a shumë siç është Ecosofti. Njëkohësisht merrem edhe me pjesën e industrisë, pastaj që është hotelet, pjesa siç është lufra, Coca-Cola, gjitha këto me radhë. Kjo është për sa i përket biznesit që unë kam. I ra shkurt për arsye sepse mund duhet deviz. Okej. Ju përshëndes. Çështje fushate. Po, çështje për. Ashtu përshëndes edhe shpëtimin. Shpëtim. respekte. Ospeto, Almira. si të kam? Mirë. Si po kaloni? Mira, një sekondë të rregullojmë pak emrin. Po më vjen zëri mua? Se nuk më vjen zëri mua, ha? Jo, okay është. Dëgjojmë gjithë. Po. Okej. Okej, Almira, ke hyrë pak me vonesë, po Isha në punë, kisha klienta. e kuptoj. Ta lëm atë kohën ty. Meti, para se të flasi Almira, është vajza tjetër që është marketing online që s'ka fol fare. Marketing online dhe online marketing agency soft janë dy platforma që janë kompani pjesë e panairit online. Pra, Okay. kështu që nuk besoj se Nga që s'ka fol fare të është flasi. Ta e mirë që e është Ospeto, gjithmonë gentleman ke qenë. Ta të bëjmë. Na bën puna. Të vdesëm. Atër ju përshëndes, unë jam Almira. Po. Ju kërkoj ndjesyra me vonesë, po për efekt klientës. Kam i qendër masazhi, fizioterapi, me ushujza, kupa, estetik, parokeri. Edhe në fakt unë nuk i pash bizneset e tjera, do kisha dëshirë që të komunikoja pastaj në grup që t'i shikojmë. Që mund të bëjmë në bashkëpunim, pse jo, mund të ofrojmë bashkëpunime. Shpëtimi mund të japi vlerësimin për qendrën tonë. Është klient shpëtimi, që ta kuptojmë. Patjetër. Okay. Mirë. Atëherë kemi produkte natyrale, nuk e di a është në linjë, Agim? Ose kemi vraponin, edhe një që ka qenë dhe herën e kaluar, Eneda? Po, këtu jam unë. Okej, Eneda, mund të hapësh kamerën. Një bashkëpunim që mund të... Përshëndetje. Tjera. Mirë, si jeni ju? Për ju që nuk na njihni akoma, po jap atë fjalën kyçe që ne jemi Uberi në Shqipëri. Vraponi është një aplikacion fiksi Uberi ku ju tashmë mund ta porosini taksin me vetëm nëpërmjet telefonit pa pasur nevojë të bëni telefonata. Dhe nuk e di a dëgjohen? Po, shumë okay.
Okej, ne tashmë diçka që do interesonte bizneseve, që po bëjmë të bashkëpunimet B2B dhe po përdorim dhe platformën e biznesit, që është njërisi për pjesën e hoteleve, restoranteve, apo bizneseve tjera të cilat kanë shumë staf dhe shumë klienta. Që mund t'ju bëjmë një menaxhim smart të transportit, pra ju nuk keni nevojë tashmë të ruani më fatura apo të bëni ato Excelat, por tashmë do keni fatura digjitale, është çdo gjë e monitoruar si nga ju si nga ne. Ndërsa për gocën që sa po foli, ne kemi bashkëpunime me bare, me Airbnb, me klinika dentare dhe me parokeri, të cilat mbajnë broshurat dhe vendosim kodin ton unik që klientave i japin zbritje pra në rrugën e parë me vraponin. Dhe gjithashtu forma tjetër e bashkëpunimit është që duke mbajtur broshurat tona, normalisht ne i bëjmë reklame dhe bëjmë video promovuese si për ju si për ne. Super, mund të flasësh me Almirën te grupi edhe po, do ishte super. Lidheni domethënë edhe bëni ndonjë bashkëpunim. Më vjen mirë. Atëherë kemi Gjuli nga Metje. Gjuli? A jenë linj? Kush? Meti, mund të them një propozim të fundit? Po. Nuk e di se si mund t'jetë koha, po themi, ditët në vazhdim, mirë do ishte të bënim të paktën këta që janë në grup, një takim, një kafe ose një drek ose diçka. Këtë me që po e them unë, domethënë do ta keni nga unë, thjesht është e ideja për t'u njohur nga afër. Po, do ishte mirë, mund të takojmë edhe tek lokali jot. Edhe te lokali ku do doni ju. Edhe mund të flasim gjithë së bashku. Po, mund të organizojmë domethënë tek grupi. Më shkruani domethënë kush do që të jetë prezent, po mund ta bëjmë dhe njoftimin tek grupi domethënë që mund të bëjmë dhe një poster të bukur, themi vetëm nëse na vin 500 veta s'kam ku t'i fus. Ja. Po aqja se s'ke këtu një 20 veta janë. Gjithsesi, maksimumi deri në 34 veta e kemi neve, kaq. Se një panajir virtual kaq e ka 34. Bukra krijon panajir online. Urdhë? Sa gjëra të bukura krijon panajiri online, po këto grupime, këto. Thanks. Miles, zoti tim do e ftoja në një takim ke dhoma e diasporës. Pse jo? Patjetër që po, me kënaqësi. Unë lëm një takim ke dhoma. Unë jam edhe antar i dhomës tregtisë gjermane. Për që diha. I ndjek patjetër, po, i ndjek këto me shumë kënaqësi Biles. Të qenit pjesë e ne kemi një rrjetë, e kemi në nivel global, edhe për më tepër që kemi dy përfaqësues shumë të fuqishëm, që është Lazim Destani, që të gjithë e njohim, që është president deri, dhe Ardian Leka, që është edhe ky një nga biznesmenët më të fuqishëm në Holland, i cili po bën disa biznese këtu në Shqipëri, po ha biznese të reja, dhe fushta që ju keni, ma do mendja që është shumë në interes për ta. Unë do lëm një takim ke dhoma e diasporës. Patjetër që po, me shumë kënaqësi. Okay. Thanks për ndërhyrjen. Atëherë kemi tjetër këtu. Ç'është një këtu HP iPhone, se s'po e dim se kush është. HP iPhone. Është pa emër. Dhe Sidorela kush është? Nga telefoni jot. Menu online. Ku je? A je online? Okej, kemi dhe menun online këtu që është me Albi, mund të vitë na prezantoj veten, se laptop ju fik. Ja, ku e kemi mister me Albin. Përshëndetje, si jeni? Unë jam me Albi nga menuja online dhe ne ju ofrojmë bizneseve si restorante, hoteleve, gjatë tilla, ku ata kanë nevojë për një menu. Normalisht një menu fizike, mund të prishet, mund të ketë probleme të tjera. Të bëjmë share diçka, ndërkohë që me Albi po flet, por me menun online e keni pak më të lehtë. Nëse klienti e ka më të lehtë, sepse mund të jeni direkte online, mund të porosit nëse do diçka.
në Syria From sigurisht, edhe e kam të lehtë, një moment aty një klikim, një skan, gati. Edhe për biznesin e kam më të lehtë, sepse nëse bën një menu juve, edhe ndryshon le themi se sa kushton diçka, duhet desh 3 minutë reja nga fillimi. Mund të prishet menuja, mund të ketë gabime ndonjëherë, ndërsa me menun online 2 sekonda, një telefonat neve ose mund ta bëni edhe vetë, edhe direkt ergon në çfarë doni. Morët diçka të re që doni të fusi menun, s'keni më nevojë të bëni 30 kopje, thjesht e rivëni direkte. Dhe si funksionon për shembull? Funksionon me QR code nëse keni, me QR code, klienti shkon në telefon me kamerë, e haron telefonin mbi asaj QR code-it, e skanon edhe direkt e shkon tek website-i ku keni menun tuaj. Këto janë ato që mund që ne ofrojmë menut online normalisht, food trucks, hotelet, restorantet, kafet, këto dhe gjërash. Ato janë njësë që ne shumë kërkojmë. Të jemi të menuja Abisa na mori uria. Okej. Tani, të Abisa na mori uria, të Floriani mund të marrim kredi. Po. Te me Albi mund të skanojmë menun. Po, fix. Okej, nice. Nëse jemi të kur relaksin pasi pasi keni ngrënë, domethënë një relaks. Pas edhe një kilo me harli edhe te brikena pastaj kontabiliteti do bëj llogari në fund. Kam dhe toka unë, nësi duhen për fotovoltaikët. Super. Energji u japon, mos e keni merak. Energji diellore. Të çoj edhe me pushim. Atëre Valter, a je në linjë? Valter? Ju lutem vetëm bllokoni zërin në momentin që nuk flisni, që të mos krijojnë interferenca. Valter, a je në linjë? Elidon? Valteri vetëm se nuk ka hap mikrofonin. Si? Po, Valter. Po, do mbi rrava dhe musa, u fik bateria. Që në studio. Okej. Mu fik sëja, duke e lënë kështu pandesish. Okej, Valter, na bëj një prezantim të biznesit tonë me çfarë merresh? Të gjithëve, ndjes sepse qëllova këtu në një vend se un kam një mobileri që bëj mobilje, kryesisht pas pandemisë dhe tërmetit, i kam bërë vetëm për Zvicër, Luksemburg. Kam qenë kontraktor, më mirë kështu si isha ligjërisht më i përshtatshëm, pavarësisht se nga shtatori do hap vetë zëri kompaninë atje, edhe atje kemi kam pas shumë eksperiencë edhe në të parë, edhe të bërë se vetë jam inxhinier kimist, por ky është biznes i familjes, por nuk është të them që do ta bësh gjën gjithmonë vete, ke parasysh? Ose ti se këtu ka një koncept shumë shqiptarët, ose kemi ne që do t'i qash ato duret, atëherë je profesionist. Mund t'jesh edhe profesionist në asistim. Unë kam bërë gjitha llojet e formave për të qenë i përshtatshëm, edhe që biznesi im të hese në atë lloj forme që të hese emri mos të hese emri im pa emri i biznesit, ndërmjet punës. Ati kam asistuar shumë edhe për shtëpiat e drurit. Edhe janë si, po të them, çdo lloj biznesi, unë prandaj e kam përkrah këtë platformën online, se në Zvicër funksionon çdo gjë online. Në Zvicër edhe po të kesh një kompani alumini, ti nuk ke fare kompani, ke vetëm një zyrë. Kompania është në Gjermani që shpërndar në gjithë Europën, aluminin, vetëm mjafton ti tërgësh për masat e klientit, edhe ta sjell me kamion direkt aty. Mora një shembull. Edhe si gjejnë ato klientat. Bota i gjej klientat online.
Aty do të paguash vetëm do të paguash një fee 30 euro, që ti t'japsh një ofertë klientit. Edhe klienti pastaj të jep një feedback duke të parë në internet aty, edhe zgjedh nga 30 kompani që kanë dhënë atë feedbackun e vet, duke bërë këtë pagesën e vogël. Por inxhinieri rri në zyrë duke gjetë klienta, edhe feedbacket që vijnë nga oferta thotë ok, po e pranoj ofertën tonë online. Edhe pastaj shko arkitekti, inxhinieri bën matjet. Kështu funksionon për gjithë, edhe pastaj bëhet puna në Poloni nga kompani gjermane, edhe sillet aty në Zvicër mundohet. Pavarësisht se Zvicra, pse më pëlqen Zvicra ose pse unë duaj që ta implementoj sa të kem mundësi në Shqipëri deri në shtator, se shtatorin do ta byll. Në Shqipëri, domethënë, pak shërbim jap edhe për shtëpitë e drurit. Sa bëj do bëj, edhe unë vetëm do provoj edhe do për firmën time atje me Kismet. Sepse këtu nuk ka atë, si ta them unë, nuk ka atë hapësirën që i jepet një profesionisti, zanatariu, një firme, që të ketë edhe fitimin e vet. Ktu paraqikohen gjithë për shembull. Ama se materiali 2 lekë. E më kupton? Edhe këte, me këtë lloj forme duaj që të prezantohen në një formë që, si ta themi, jo është më ndryshë, është normale atje. Ka fitimin, atje një kuzhinë. Alo? Valter u shkëpute. Valter? Pra ndolli, su shkëput? U shkëput. Okej, derisa të lidhet, kemi Elidonin në linjë. Duhet se u ka problem prapë me telefonin, ndoshta. Ose me valët. Po, Elidon, a je në linjë? Duhet ta pyesë se si ka emrin mobileria aty. Valter, siç e ka këtu 1977. Siç ka emrin këtu domethënë. E kërkon në Zoom. Po do ta kemi edhe te grupi me të dhënat. Elidon? Ose Agim, produkte natyrale, Agim, a je në linjë? Brikena, blokoje zërin të lutem. Metin nuk dëgjohesh. Duhet hapësh mikrofonin. Brikena, blokojeni zërin shpëtim. Meti, hapi mikrofonin, Meti. Meti nuk të dëgjojmë. Më falni. Se e blokova këtu. Produkte natyrale. A është në linjë, Agim? Ju lutem ju të tjerët blokoni zërat. Brikena, shpëtimi, Arditi. Okej. Agim? Po, më thoj. Kush është në linjë? Mos më fole mua Hakim apo? Jo. Agim. Më fal. Okay. Agimi produktet natyrale. Po më shkruan Agimi. Elidon. Kemi një Sidorela, kush është? Nuk e di. Po, këtu jam, por nuk... Elidon, okej. Mundesh të prezentohesh, sepse Elidoni përfaqëson 2 biznese. Një sekondë, lutem. Po. Agimi është pak i zënë për momentin, kështu që presim Elidonin. Sepse bizneset janë dhe me klienta, kupton, kështu që... Yes, po, nuk e di, hiken, vjen dhe kemi post. Okej, Elidon. A jemi në line, po. Përshëndetje të gjithëve, ndjes që dita hënë sot edhe shumë nga kjesë, shumë jenë dhe me shumë njerës, unë hyra i fundit në duket, në gjitha të më mirëvonë se ta hiqë. Tamam. Unë e dëgjova pak shpëtimin, faleminderit për ftesën shpëtim, nëse ne do pim kafe
do ishte mirë, por nëse do ham drejt, do ishte akoma më mirë sepse verën e ofroj unë. Ja doli dhe një sponsor tjetër, Kantina Nurellari. Kantina Nurellari Berat, po, unë jam menaxher i kantinës dhe bëjmë këtë punë më shumë me pasion se sa për të nga ana financiare. Faleminderit Elidon, realisht ju falenderoj të dyve edhe shpëtimit edhe ty, domethënë sepse kjo është një gjë shumë e mirë për të krijuar një komunitet. Po, u bën rreth 14 vjet që ne jemi tani më të papasionuar mbas verës dhe verat tona gjenden në gjitha restorantet më të mira në zonë shqiptare, por dhe eksportin e kemi filluar të jemi prezent në Europë, në Zvicër, Gjermani, Belgjik, në Itali më pak, për shkak të konkurrencës. Dhe besoj që dikush nga grupi edhe mund patjetër që do ketë provuar Kantina Nurellari në një etiketat tona dhe mund të na japin ndonjë vërejtje, kërkesë, përshtypje etj. Tjetra është që siç edhe në episodin e kaluar unë prezantova kompaninë time. Po, Elidoni ka 2 biznese si punë e brikenës, kështu që kemi dhe Dryni Pikal, kështu që mund ta flasësh pak për Dryni Pikal. Dryni Pikal i ka fillimet e veta në 2018 dhe nisi si rastësisht, sepse njerëzit janë lodhur duke mbajtur shumë çelësa në përduar dhe ne eksollëm disa risi, pra me një çelës mund të hapësh dyqanin, shtëpinë, magazinën, një zyrë këtu apo një zyrë atje. Dhe nuk rri me një tufë më dhe çelës është në dorë, por ke një çelës për gjitha shërbimet apo dyert. Njëkohësisht kjo bëhet edhe duke bërë pak hierarkike hapjen. Çfarë do të thotë që nëse po themi Meti ka disa punonjës tek biznesi, ti Meti hap të gjitha dyert, po punojnë që të hapin derën që i cakton Meti. Pra, këto quhen sisteme master key, sisteme mekanike. Pastaj kemi edhe sistemet elektronike, siç i njohim, rëndom në tregun shqiptar, këtë pjesa e brava me kartë për hoteleri, por jo vetëm, për biznese, për gjithë segmentet e kjo teknologjia hapjes derës me telefon. Ndoshta Valteri që bën këto shtëpitë e drurit mund të përdor këto brava gjonat. Po, në Zvicër mund të blihen ato, por në Shqipëri janë çik të shtrenjta për shqiptarët. Në kuptimin e qasjes, pra në momentin që ti e shef çmimin, thua wow, që ka goxha shtrenjtë. Pra në konceptin e një investimi, po jam dakord, pra nuk është e shtrenjtë. Por në këtë biznes ka nevojë për sigurinë e tij në ditët e sotme, në fatkeqësisht në dyqanin tonë pothuajse 1-2-3 ditë vinë njerëz ku i është kryer biznesi, i është kryer shtëpia, i është vjedhur bicikleta, i është vjedhur ku ta diun, diçka tjetër dhe është kjo pjesë është gjithmonë në rritje, fatkeqësisht, edhe nga statistikat, dhe klientët tanë janë të gjithë të kënaqur, madje rikthehen tek ne sepse ne kemi vetëm brende europiane dhe siguritë, domethënë produktet dhe brendet më të mira europiane në fushën e sigurisë, si të shtëpisë, biznesit, pasaportat e certifikuara apo që janë me siguri të lartë etj. Kjo është pak a shumë fusha ku ne operojmë. Aktualisht jemi duke, kjo është arsyeja më tepër që unë vonova se isha edhe në konferencë call me disa inxhinierë, arkitektë, jemi duke hapur hotelin e Akorit në Palas, jemi duke hapur 2 hotele të tjerë në Shëngjin, një hotel në Vlorë, dhe jemi pak të ngarkuar në këtë periudhë sepse të gjithë hotelerit raportin që bëjnë. Me që Rallafi punën e menuve online besoj se do të keni një bashkëpunim me Albin. Ato e mendova, me thënë drejtën, po të shikosh restorantet se unë pjesën puna që bëjmë më lidh që patjetër drega ose darga është në restorante për shkak të takimeve apo edhe për shkak të verës.
Dhe drejt kësaj, drejt teknologjisë janë të gjithë restorantet. Për pjesa më e madhe e restoranteve shqiptare që janë, po themi, kanë një standard apo kanë krijuar një elitë klientësh, ti shkon e skanon menun dhe je i qetë në zgjedhjen tënde. E kanë më kollaj ta shohin në telefonin e tyre se sa në menun fizike që e kanë në tavolinë. Po patjetër. Edhe më pak punë i hapet kamarierit të tjerë. Fiks, po, edhe ai nuk ka nevojë që ta sjellë, jo ta marrë ta bjerë ta shpirë, ashtu e ka shumë thjesht. Po, mund të bashkunojmë, ne kemi klientë që ofrojmë dhe një marketing ekstra dhe mund të ofrojmë edhe këtë pjesën e menunit. Urdo. Lidon, ndoshta e thek shumë në formë shakaje konceptin që në Shqipëri gjërat shtrenjtë, po leku që është në Shqipëri nuk është në asnjë vend. Ço ta kuptoj. Unë kisha në kontekstin e shakas, sepse është për të çuditur fakti të shtunën ishim diku në një nga komplekset MNZ Tiranës, ku 1 metër katror është diku 6.000 euro në shitje. Dhe të vjen keq kur shikon një derë që është me një siguri të shkallës ulët dhe mund të hapet shumë lehtë. Kjo është ai koncepti që unë prej 2005-s, duke filluar me Amerikë dhe me radhë më ka rastisur të jem shumë, po themi, në udhëtime në seminare botërore, dhe ja u them sinqerisht që komoditetin ose më saktë shpenzimet që bën në Shqipëri ose luksin qoftë në ndërtim apo në gjëra të tjera nuk është në asnjë vend. Unë para pak ditësh isha në Selanik, edhe unë kam jetuar dikur 4 vjet në Selanik, dhe duke folur se flasë edhe greqisht dhe duke folur atje që na shërbente një vajzë, tha, ku keni mësuar greqisht, thash kam jetuar dikur këtu. Çfarë ka ndryshuar? Thash vetëm një gjë. Çfarë më tha mua? Thash që nge rritur ti. Të tjetër. Kështu që në Shqipëri, ja u them sinqerisht, unë duke qenë se jam në tregun shqiptar për 22 vitesh dhe kemi shitur gjithkohës produkte, po themi, të shtrenjta, ju nuk e imagjinoni dot se dikush po themi shumica e bizneseve që keni ju ndoshta e keni vetëm kur ju vijnë klientët, kurse shpëtimi kam patur deri në 250 veta staf që shkonin në gjithë Shqipërinë, dhe lekun që e kanë shqiptarët që vetëm Shqipërinë ndodh që t'i nxjerrë tjetri nga portofoli 3.000 euro, 4.000 euro që i mban. Lek xhepi mo, gjëra të vogla, lek xhepi. Kështu që lukset edhe lokalet edhe hotelet që janë këtu nuk janë në asnjë vend të botës. Do bëjmë më mirë, besoj. Do bëjmë më mirë. Dhe po të shikosh pjesën Europës lindore, Shqipëria është vërtet shpëtim, Shqipëria është i vetmi, po të vesh, më ka rastisur të vetë disa herë në Serbi. Përveç Serbisë jemi aty kokë në kokë letemi për shkak të investimeve kineze dhe arabe. Pjesa tjetër e Europës lindore nuk e ka këtë lloj luksi në ndërtim, në fushën e ndërtimit. Duhet filluar që nga themelet e deri te arrendimi. Edhe unë me ndërtimin kam 20 vite eksperiencë, që nga e fushë vi dhe e shoh në kompani shqiptare të ndërtimit për pjesën e apartamenteve kanë dobësi që shesin, pra ato që ndërtojnë për shitur, ndërsa shqiptarë që ndërtojnë për vete, pra unë e marrë apartamentin, atëherë aty është bëhet në kaçmunduri, apo vila apo tjetër. Super. Okej, Elidon, të falenderoj për... Unë do kisha dëshirë të bëj një pyetje Elonës. Po. Në fundit nuk munda. Se si mund të bashkëpunojmë, pasi ne tek Druni kemi dhe këto pjesët e sigurisë të motorave, pra këto bllokimet e këto disjet që bllokojnë rrotën e motorit, dhe nuk e di nëse Elona mund t'i trajtojë, pavarësisht është shumë specifike dhe klientëve të saj mund të sugjeroj, është një situatë win-win. Elona? E dëgjova me shkëputje, drejt me thënë. Diçka për sigurinë, dëgjova. Sigurinë e motorave. Diçka dispo, më mori mendja. Janë produktet që për të lidhur, për të kyçur motorin ose për të bllokuar diskun e motorit në udhëtim.
Nuk e dia njihni. Në përgjithësi tek motorët e mëdhenj që janë me shasi të madhe, në përgjithësi e vetmja gjë që funksionon shumë fuqishëm është çelësi me kyç, me kod, që lëshon alarmin dhe plus që këto janë motora që nuk i ngre dot njeri, kupton. Janë 500 kg lart, kështu që është çik disi e vështirë edhe pse duhet menduar për kategori të tjera motorash, po pse jo? E dëgjova herën e parë, unë dëgjoj shumë mirë, më pëlqen më të dëgjoj. Edhe unë mundësim të pyesja. Edhe madje në çdo si takim në parë dhe tani ju dëgjova goxha mirë sepse në ca raste e mbylla kamerën, por kam mbajtur shënime, kështu që pse jo? Jo, ideja është këto lloj produktesh janë posaçërisht për motorat, te pjesa e sigurisë mund të krijojnë një situatë win-win, kjo është logjika. Pra produktet që janë vërtet të veçanta të sigurie që janë made in Germany, janë produkte gjermane, nuk janë produkte që vinë nga Azia. Dhe pjesa edhe në aplikacion e shef, ose kushtën tonë të motorit. Po. Elidon, të kam shënuar të lista ime, gjithsesi që nga të kohë pata vetëm të Kodra Godeme të shkoja, bashkë do flasim edhe me Florin, kam menduar të bëj një tip bashkëpunimi, edhe pse edhe unë mbështes goxha të mendimin e parafolësit tim e shpëtimit, po në përgjithësi bëhet fjalë për suma të mëdha lekësh, por nga që unë kam ofruar dhe këtë mundësinë e gift ideas e gjërave të bërit dhurat. Pak a shumë të gjithë motoristët që qarkullojnë me cash, ata që nuk duan të kontrollohen nga banka, të shumë janë me karta, por gjithsesi do ta doja që ta kisha këtë aplikacionin këtu te tavolina ime, bukur e madhe i Shile, do doja ta kisha edhe një tip prezantimi të Jutes për shembull, pse jo? E do, absolutisht, të ofroj unë bashkë me Florin. Tjetër. Kështu që, pse jo, unë mendoj që ne bashkë mund bëjmë një grup shumë të bukur me njëri tjetrin. Biznesi im, drejt me thënë, nuk përshtatet shumë kollaj me shumë nga bizneset e parafolësve, por unë mendoj që jemi një grup shumë i bukur. Kur i marr bizneset telefonat dhe ju shpjegoj për panenin virtual, më thonë, po kush janë llojet e bizneseve? Ju them që janë nga ato më të voglat deri tek bizneset e mesme, por mund të bëhet një ndërveprim ndërmjet njëri tjetrit sepse ne në fund të ditës jemi konsumator. Dhe kjo do të thonë krijon ato pikat e përbashkëta të bashkëpunimit. A kupton? Ndoshta për një biznes mund duket i vogël, por një gjë është shumë e madhe, apo ne krijojmë lidhje. A kupton? Gjithsesi, unë do të thoya faleminderit sinqerisht, e lash për në fund, po e them tani se mbasem mos më fikë edhe më telefoni. Duhet me një gjë që do të them është që përveç se faleminderit çdo kujt për kohën që ka dhe ty që na lidhe, unë faktikisht nga që jam tip që nuk para marr jo mbrapsht, pretendoj që në fund të kësaj marrëveshjes kontaktit ton që do ta nxjerr një motorist nga ju, do ta nxjerr. Nuk e di kush do jetë. Mua më ke në proces një herë, që ta dish, më ke në proces. Dona. Ti të kam në xhep. Dona, më dëgjon? Po. Mjafton të në pusësh në gjak pjesën në motorit dhe na e mësosh. Faktikisht nuk po pretendoja tek meshkujt, e kupton? A do dhe goca? Kena. A bisa ku je? Shikon? Okej. Faleminderit. Super. Kënaqësi me gjithë. Të dia financon Jute sa për një motor. Por Dëgjohem? Po. Në fakt, kur mbarove fjalimin e Lora, para gati një ore, unë ndërhyra, po nuk e di, ndoshta kam pas problem me mikrofonin dhe isha unë ai i parë që do bëja festën, sepse siç u prezantohem fillim, jam team leader i sektorit auto, të cilën po zhvillojmë në vitin 2025 nga para. Aktualisht kemi 80 partner të kësaj lloji natyre në gjithë Shqipërinë. Sektori auto përfshin shitjen e autoveturave, motorave, komisteri, serviset, edhe autoshkollat madje, dhe do e bëja unë festën me patjetër. Dhe diçka tjetër që do të shtoja, ti bashkangjitem Metit, është ne vërtet ndoshta
secili për ne jemi ku nuk mundemi për shkak natyrës biznesit të bashkëpunojmë patjetër me njëri tjetrin. Por për shembull, shpëtimi ose te Elona mund të kesh një të afër, një mik, një të afërm që ka një biznes ku i duhet bashkëpunime me mua dhe unë shkoj si i referuar nga Elona ose shpëtimi ose Lidoni për shembull dhe dealin pastaj e bëj vetë duke shpjeguar detajet si mund të na luajë. E njëjta gjë edhe nga ana ime duke sugjeruar dikë që dealet Po ne çfarë përfitojmë që është të sillim klient? Kudro? Po ne çfarë përfitojmë në qoftë se të sillim klient? Një drejt të shpëtimit paguar me këstën nga unë. Një xhiro me motor nga mua. Dhe janë nga sigurni Lidoni. Tek Panairi online ne japim përqindje nëse na gjeni klienta. Kështu që hapi thesin metin duke. Me që keni muhabetin tek përqindjet, edhe nga unë keni përqindje shumë. Ej, po për përqindjet flasim në privat. Fiks. Okej. Kështu që nuk i bëjmë gjërat publike. Vendoseni vetë datën edhe ditën, orën, edhe mua më keni pronta. Super, do organizohemi. Hapi thesin më duket metin. Edhe me Albi më duket se jep përqindjet e menuja me QR-kod. Kështu që Albi na ka detyrë ca flok ty edhe pak mua. Më falë, se pyti shpëtimi çfarë vlerësh financojmë. Në fakt, momentalisht financojmë deri në 600.000 lekë të reja ose 6 milion lekë të vjetra. Goma motorit. Aty. Edhe ato çantat kështu. Jo, vetëm goma është me pikë pyetje. Aha, dhe goma dhe me pikë pyetje, Ja, më kupton Elona mua. Elona. Shpëtim më beso se ti kishe edhe një biznes që bashkëpunon me neve. Nuk është të thënë që shkon dikush dhe do financoj gjithë vlerën e produktit që është duke vlerë me këste. Një pjesë nuk kesh dhe një pjesë vagon me këste. Florian, unë bëj shaka, shpëtimi ka me të gjetë minimalisht në 2 biznese këto ditë, do t'i rekomandoj. Besoj shumë, që fatë vej. Kështu që tek ajo pjesë bëj shaka, mos e vrit me jenë, se tek Elona pastaj duhet t'i drejtojmë bankave të nivelit 2. Okej. Po ju japë një lajm ta keni ekskluzivisht për herë të parë këtu që ju dhe brenda 2 vitësh, se momentalisht kemi mikrofinancë përveç shërbimeve të tjera që citova, brenda 2 viteve do jemi bankë digjitale, që mos ma çoj Elona mas i bankë, Elona wait please. Nice. Faktikisht unë kam pas dhe restorantin, e kam dhënë me qira gjithsesi, po kur vinte dikush nuk ka logjik, domethënë po gjithsesi për shaka, e thonë, nuk kam lekët. I thonë, nuk ka problem, se mëlqi nuk ta marrë do, se i bie motoris, mbase do kishte egzageruar pak me alkoolin, po veshkën ta marri, se unë jam dhe këtape. Por gjithsesi, pjesë e tjera nuk doja t'i tregoj, e flasim nga afër. Florian, do ta pyesësh Eglën edhe i thuaj më ka premtuar shpëtimi i biznese, drejtoreshën. Egla është larguar. Okej, do të tregoj Egla pastaj se sa seriozisht e kam. Okej, në rregull. Do të pyes se kam akoma kontakte, po për Leni është bërë drejtoresh e raportit Vlorës. Okej. Nice. Atëherë kemi dhe parfume me tje që e kishim sponsor në edicionin e kaluar. Përshëndetje, si jeni? Kemi Xhulin online. Më faqe se unë kisha një shputje gjysmën se pak nuk i kam ndjekur. Telefoni u doq. U doq telefoni u përcullua. Okej. Po Xhuli, tani është koha jote. Atëherë, unë jam Xhuli. Tu tek takimi me Panairin online jam përfaqësuese me tjes, akoma jo CEO, po shpresojmë në të ardhmen. Në proces po. Në proces e sipër, po jo, akoma jo. Atëherë, Medieja momentalisht në Tiranë operon në fushën e parfumerisë dhe kozmetikës, patjetër që është një kompani më e madhe, më e gjerë, ku ka pjesën e hotelerisë dhe konsulencës imobiliare, por që ato zhvillohen jashtë Shqipërisë dhe për cilat unë nuk kam kompetenca, unë kam vetëm kompetenca për pjesën e parfumerisë dhe kozmetikës. Te pjesa e kozmetikës dhe parfumerisë, ne kemi lançuar edhe linjën e produkteve tona, të cilat janë produkte që i marrim nga kompani italiane, ku ajo prodhon vetëm për neve. Janë produkte të certifikuara pa kimikate.
Dhe shumica markave të tjera që ne kemi janë po ashtu marka italiane, që neve kemi bashkëpunime direkt me ato dhe ato sjellin për neve dhe ne shesim këtu. Jemi të vetmi që i shesim si marka. Aktualisht jemi në 2 pika fizike në Tiranë tek rruga Fortuzi, gjithë me Ministrinë e Drejtësisë, dhe tek Ring Center, që është një ishull tek hapësirat që ka qendra tregtare. Aktualisht po punojmë dhe jemi në bisedime për të hapur edhe një pikë tjetër po në Tiranë, në një qendër tregtare ose tek Toptani ose tek Tegu. Dhe aktualisht kemi dhe pikën fizike, një dyqan fizik tek Prishtina Mall në që besoj brenda kësaj jave unë do lëvizandej dhe do jetë hapur shumë shpejt. Gjuli, suksese! Faleminderit, shpëtim se do ta përfundet shpëtimin se me shpëtimin njihemi. Kemi qenë kom shtrinj. Patjetër. Faleminderit. U po thosha se ke nga lagja. Si? U po thosha se ke humbur nga lagja, ja duke marrë. Unika, qykurika, u shkëputa totalisht nga lagja. Super, më vjen mirë, suksese edhe me hapjen e biznesit në Kosovë. Faleminderit. Dhe inshallah SEO. Po, patjetër. Ma ke ndjellë duket shumë shpejt. Në fakt, Gjuli realisht është vajzë shumë e shkatët, është shumë fisnike. Edhe e kam një ndjesi që ka vërtet shumë përpara. Faleminderit. Kështu që mos të dorëzo asnjëherë. Faleminderit, faleminderit të vlerësoj. Okej, kështu që nëse doni ndonjë parfum të mirë, ndonjë krem, ndonjë gjë, Xulin e keni këtu te grupi. Tjetër. Për çdo gjë i shkruani. Kur doni të bëni ndonjë dhuratë, ndoshta ka ardhur momenti u prezantuan të gjithë, ta mbyllim apo? Po, është dhe dikush si Dorela këtu dhe një tjetër me iPhone, por nuk e di. Si Dorela? Jeni? S'në banon. Si Dorela ne kemi përfaqësuesen ton nga Kamza. Po, mund të na thuash pak diçka sepse ti ke biznesin tënd. Si Dorela është edhe përfaqësuese e panelit online për Kamzën, kështu që flet vet. Unë u futa pak me vonesë, sepse domthon ti e di që unë kam një gozë 2 vjeç të vogël edhe duhet të merrem pak me këtë. Këtu e kam për momentin, kështu që inshallah nuk ka bonjour. Nice. Unë kam kancelari në Kamës. Do të merrem me produkte për shkollën, shërbime për nxënësit. Është biznesi imi. Por që gjithashtu aty tek kancelaria nuk besoj se duhet flasësh shumë se dihet çka ka fletore, si relaksa, kështu gjërash. Bëj edhe shërbime të Albania për pensione, për dëshmia, për kështu gjërash. Siç bën shërbimet e Albania. Gjithashtu kam edhe një faqe në Instagram që punoj prapë te kancelaria, që merr me stampime në për bluze, në për covera telefoni, në për filxhana. Badi fëmijësh, kështu domethënë. Super, kështu që do të marr parasysh se çka kam dëgjuar më përpara, këto biznese të mëdha. Unë thash nuk e di të flas atë mos flas, po flas. It's okay. Shumë mirë. Edhe kështu. Më vjen mirë. Kam edhe merrem edhe me qëndisje, më shumë fokuson te punët e artit. Më me thënë drejtën, jam një vajzë që kam qef shumë punët artistike. Edhe merrem shumë, i kam shumë me pasion, nuk lodha. Kështu që fokusohem më shumë tek këto. Bëj edhe punime për fëmijët që mbajnë çuçin, kështu gjërash, punime me dorë me rruza, i kam shumë qef. Nice. Kështu kryesisht. Duhet të fokusohesh më shumë te pjesa e shitjes, themi unë, dhe shpëtimi, sepse aty ka më tepër të ardhura. Ato janë çështje pasioni. Po. Kështu që urojmë që ta zgjerojmë panelin online më tepër në Kamës. Në datën 18 besoj se do të jesh prezent tek eventi që do jetë me agjensitë, besoj. Okay, nice. Thanks. Keni një HP iPhone, kush është këtu? Apo? Kemi Fationën nga Lezhë, që është pjesë e marketingut për panelin online. Po që e ka part-time, nëse do të thot diçka. Dhe kë kemi tjetër? Përshëndetje të gjithëve. Përshëndetje Fationa. Unë jam rrugës edhe për nuk po hap kamerën fare.
Si jeni mirë, ishte ju përgëzoj gjitha bizneseve për prezantimin, ishte një prezantim i mrekullueshëm. Unë njoha pak edhe unë me bizneset me cilat bashkëpunon Panairi Online. Unë në fakt nuk është se jam shumë kohë në Panairin Online. Kemi punuar pak, jo shumë, por që tani do punojmë më shumë. Është një platformë e jashtëzakonshme për promovimin e bizneseve dhe ju sugjeroj gjithëve që ta shpërndani sa më shumë Panairin Online, sepse vetëm nëpërmjet marketingut online mund bëni lidhje me bizneset e tjera, mund të krijoni strategji të ndryshme biznesi. Ashtu si që dhe unë shumë gjëra kam mësuar nga Panairi Online, edhe po i aplikoj në praktik dhe realisht janë mahnitse. Ju falenderoj shumë për gjithë prezantimin, unë ndoqa me shumë vëmendje edhe pse isha në një, domethënë gjatë rrugës dhe me këto angazhimet e ditës. Edhe ju mirëpresim të gjithëve që të bëheni sa më shumë partner, edhe që kemi gjithë atë suksesin e përbashkët, sepse vetëm në mënyrë të përbashkët mund bëjmë çdo gjë. Thanks. Faleminderit Muhamet shumë për prezantimin. Respekte Fatjona. Edhe flasim përsëri gjitha të mirat. Patjetër. Ciao. Ciao. A ka dikush tjetër të shtojë një gjë se pothuajse mbaruam? Disa biznese hyrën, dolën dhe nuk patën mundësi që të flasin. Meti, nuk isha ndihmë të njëherë 3 orë në makinë pa lëviz. Jo 3 orë, 2 orë kemi, se në 6 orë. E mirë. Gjithsesi, respekt për këtë grupin, shumë interesant. Sepse nuk kam pas mundësi. Eridon, edhe njëherë se nuk të dëgjova? Do të gjesh pak kohë të lutem të shkojmë tek Kodra e Godenëve. Patjetër do ta organizojmë diçka. Mund të Jeni të mirëpritur. Mund të vemi edhe bashkë. Jeni të mirëpritur patjetër. Respekte. Jo vetëm juve, po të gjithë me radhë. Patjetër. Okej, nëse keni diçka tjetër të fundit, ishte shumë kënaqësi që dëgjoja të gjithëve. Nëse ka diçka të fundit që mund të shtoni? Unë që zakonisht shumë, edhe unë ndjeva shumë mirë më energji pozitive, mësova shumë nga gjithë, ju dëgjova me shumë vëmendje, dhe nga gjithë kjo gjëja, më falni që do i drejtohet të shpëtimit do pëlqeu shumë serioziteti jot, mëra që ngrihet, mëra kolit, duke që jeni kavaljer vërtet, dhe përgëzoj për këtë. Është lider. Në podcastin e radhës që do të lançojmë në muajt në vazhdim, shpëtimi do të jetë një nga folsat e podcastit. Kështu që do të kemi një podcast shumë fantastik me drejtues biznesesh. Me shumë kënaqësi. Okej, atëherë ju përshëndes të gjithëve, kaloni bukur. Kjo video ose ky panair virtual është regjistruar, është diku tek 2 orë. Do të jetë online në kanalin e YouTube-it Panairi Online. Kështu që mund ta shpërndani në story ose ku të doni, me link, pa link, si të dëshironi juve. Materialet mund t'i përdorni nëse doni të bëni të shkëpusni ato që keni folur vetë, mund të bëni dhe video të vogla. Arditi nëse na ndihmon dhe nëse është këtu, domethënë do ishte mirë, t'ja dërgoja bruto materialin dhe ndoshta na krijonte ca spote të vogla me secilin nga këto që kemi folur dhe kemi prezantuar biznesin ton. Ardit do mund bëjmë të mirën. Ardit po sa ashtu do i bëj reklam biznesit. Po pra. Me Muhamedin gjithashtu i kemi bërë ca paketa që kemi vendosur gjithashtu tek Panairi Online, po gjithsesi ishte një me sa kuptova një meeting goxha frytëdhënës për gjithë, jo vetëm për mua. Realisht. Jam shumë falenderues për të gjithë dhe për faktin që u krijuan disa connection me përfitime, domethënë. Ju uroj shumë suksese edhe shihemi në edicionin e tjera ose të tretin edhe në vazhdimsi. Mirupafshim. Mirupafshim.